Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e 2 të She's on Top Club. Këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Për kranesh, si gjithmonë, është opinioniste jonë e dashur Ida Nurqa. Përshëndetje Ida. Përshëndetje. Si e fillimisht? Me këtë vapën mundohemi të jemi mirë. Po s'mund të themi që jemi mirë. She's on Top dhe na bëja akoma mirë. Ida, çfarë komentesh morën në fakt pas episodit të parë të She's on Top Club? Tani, si fillim unë dua të falenderoj stafin e She's on Topit, sidomos Manushin që më dha mundësinë të jem opinioniste. Për mua është hera e parë që jam si opinioniste, se jam mësuar gjithmonë si gazetare dhe si gazetare. Ka qenë një gjë shumë e bukur për mua, ka marrë komente të mira nga shoqëria ime sidomos. Po ka marrë edhe nga ato komente që më kanë sharë pak, që pse je kaq e egër. Mirë, mendoj që por nuk e marr për keq, e marr si kritik. Patjetër, of course. Mendoj që patjetër e ke ndjekur She's on Top edhe këtë javë, episodin e kësaj jave, besoj ke parë edhe me lu. Patjetër, çdo detaj. Se jam edhe virgjëreshën, kështu që duhet të shoh gjërat në detaj. Duhet të shkojmë aty patjetër. E kam si natyrë. A është diçka që të bëri pak më shumë përshtypje? Më bën përshtypje për mirë, shoh një përmirësim të gocat, shoh një, domethënë sikur janë mësuar edhe me televizionin, janë mësuar me sfilatat. Ka patjetër gjëra që duhet përmirësohen, po ka përmirësim nga 2 herë të para. Jemi në fillim, kështu që besoj kemi akoma. Po besoj do jetë më mirë deri në fund. Në fakt ne kemi pasur edhe një lajm shumë të mirë, Mateo, që do jetë pjesë e juris tani tashmë edhe për më gjatë patjetër, deri në fund do jetë i përhershëm dhe do doja të dija çfarë opinionesh ke pasur ti për të si opinionist, po edhe patjetër për episodin e fundit. Tani, Mateo është një djalë shumë i mirë, njerëzit e duan shumë, është një djalë që tërheq vëmendje. Po kam një kritik të vogël, se mundoj gjatë gjithë kohës që mos t'i bënte vajzat që të ndiheshin keq. Jo ti mos ma merr për keq, nuk dua të mërzitesh, je shumë e bukur, po kjo pak çedon në këtë pjesë. Dua që të jetë pak më i drejtë në komente. Ai ndoshta kursehet për shumë arsye, se ka pas edhe lidhjen me Brikenën që arsyesh? Po nga lidhja me Brikenën besoj që është ndikuar disi se nuk do që ta bëj të ndihet keq Brikena. A mendon që kjo e bën temë të ngurtë edhe për të mos ndoshta shprehur opinionin e vet plotësisht? Në puntatën e parë mendoj që po edhe në këtë puntatë mendoj disi që po, sepse do të ruaj atë figurën që shise unë e kam pas të sinqert këtë gjën me Brikenën dhe unë nuk mund t'ja hedh syt një vajze tjetër që ta shoh direkt nga ana e bukurisë. Por që ai është një lloj pozicioni që ti o e merr ta çosh deri në fund ose nuk e merr fare. Nuk mund të bëjmë gjithmonë sikur jemi ne të mirët dhe t'ua lëm bar gjithmonë të gjithëve. Nuk bëhet kjo gjëja. Duhet të jemi profesional në atë gjën që bëjmë. Po, plotësisht. Kthehemi në fakt edhe te vajza, duke qenë që këtu ne kemi Desin, Emilian, Derisin dhe Suin. Përshëndetje goca. Përshëndetje. Dhe duke qenë që patjetër do e lidhim përsëri me Idën. Ida, kush nga vajzat mendon që po krijon një profil pak më të fortë deri në këtë moment që jemi, duke marrë parasysh edhe pjesën e studios patjetër, sfilatat, po edhe pak jashtë, duke u marrë dhe me sfidat dhe ndërsi. Vetëm nga vajzat që janë këtu apo patjetër edhe nga vajzat që janë këtu, po edhe në përgjithësi, pse jo, do kemi të ftuar në pjesë të tjera, kështu që. Tu e shoh më potente Suhin, por në përgjithësi në të tërën Ingridi mendoj që është shumë lart. Mendon që është dhe një vajzë që akoma nuk e ka dhënë maksimumin e vet edhe do na sjellë risi edhe do të kemi pak më shumë pritshmëri? Mendoj që ka lënë veten ndoshta pak më. Ka vajza po nuk dua t'jap emër për momentin. Dua ta lë pak. Po, dhe duke lidhur para misterin. Dua ta shoh dhe më tej. Nuk dua të nxitohem. Po na jep emra Ida. Po patjetër, atëherë ngelemi pak edhe te emri Idës për Ingridin. Çfarë mendoni ju? Shiko, sepse ishte dhe sfida, edhe finaliste ngelëm unë edhe Ingridi, normalisht unë si konkurrente të fortë shoh Ingridin, sidomos për pjesën e pasarelës, sepse është komentuar shumë Ingridi për pasarelën e vet, po ashtu edhe unë, por Ingridi ka diçka, Ingridi ka ecjen e vet që e bën autentike.
Si çdo vajzë ka esin e vet, po për mua personalisht Ingridi është që nga fillimi edhe deri tani sa kemi parë ne në një linjë lineare, do të thënë nuk ka as ulje as ngritje, gjithmonë ka përqyrë ngritjet e veta. Pra po thoni që për rezultatet e garës patjetër për ju është Ingridi. Unë personalisht e shoh si një konkurrente shumë të fortë. Prandaj e thash edhe te klipi që herën tjetër do ja marr sfidën sepse personalisht dua që herën tjetër t'ja fitoj atë sfidën. Po, t'ja marr. Po që sfida për modeling nuk e merr dot. Ja, e shohim më zemër. A kena me pa. Na duhet një sfidë tjetër. Ja, Sfida e këtij episodi ka qenë tipike për modele. Unë kam parë më sa kam parë unë, se nuk është se kam ndjekur shumë, po kam pas kuriozitet të shoh se si përgatiten gocat për modele dhe kam parë që një nga sfidat kryesore është të ecin me diçka në kokë. Dhe kjo sfida e javës, po, ka qenë tipike sfidë për modele dhe mendoj që Ingridi edhe te pjesa që ishte me shpejtësi e bëri shumë mirë sfidën dhe ja doli. Ajo është tamam për modele. Në këto baza që jemi, po, për pjesën e modelingut patjetër do ju bëni dakord. Ingridi është një konkurrente shumë e fortë dhe unë personalisht për pjesën e pasarelës atë kam konkurrente më të fortë. Po për pjesën e protagonizmit, kush mendon që po merr më shumë protagonizëm se sa rezultate në garë? Vazhdo fal. Unë mendoj që për Ingridin për shembull. Kë ke ti konkurrente më të fortë në pasarele dhe kush mendon që po merr pak më shumë protagonizëm situatat e tjera dhe jo në rezultatet e sfilatave dhe garave që ju zhvilloni? Në sfilat, në fakt, edhe në sfilat dhe në foto edhe unë kam mësuin. Madje e shoh si jemi të njëjta. Nuk e kuptove pyetjen. Kush po merr protagonizëm më shumë se sa i takon? Protagonizëm pastaj pak vështirë. Gjonila, po merr protagonizëm që nuk e takon. Dhe për te sfilata dhe rezultatet aty, do shkoje me mësuj? Po thjesht për Po, mësuj, për sfilatën, për këto. Po për ju vajza, për Desin Emilian, Terisi? Jo, vetëm shtoj diçka të vogël. Mendoj që Gjonilda si dhe Geseda po marrin antagonizëm, jo protagonizëm. Janë pak personazhi i keq në këtë sfidë, me të thënë drejtën. Protagonizëm do të marrë për mendimin tim Ingridi, sepse është një, si thash para, është një linjë lineare, është vetëm në ngritje, nuk ka pas uljet e veta deri më tani sa e shoh unë. Kështu që protagonizmin do ja jepja Ingridi si për sfilat, si për fotoshootin mbrapa në antagonizmin Gjonildës dhe Giseldës. Po duke e lidhur pak me këtë në fakt, a mendon që konfliktet që kemi pasur deri më tani janë reale apo janë pak të stisura për të marrë këtë rolin dhe antagonizmin që ne po përmendim? Normalisht janë të stisura, për mendimin tim ka një pjesë realitetit aty, por gjithmonë kur hapen kamerat, gocat për mendimin tim ja japin pak vetes atë shtyrjen që shikot, dalun këtë puntat, dalun përmendet e emërim. Po mirë, për të qenë pak më realiste dhe nga ju vajza patjetër. Më fal pak Nikol, se dua ta pyesoj, se ju jeni gjithkohës me njëra tjetrën. Gjëra që janë backstage ne nuk i shohim. Në backstage këto që ti mendon se po marrin protagonizëm, po e bëjnë domethënë për të marrë protagonizëm. Në backstage flasin me njëra tjetrën, kanë komunikim normal, sillen mirë me njëra tjetrën apo zihen dhe në backstage? Shumë mirë. Deri diku po sillen shumë mirë, prandaj po them në momentin që hapen kamerat, ndryshojnë rolet. Jo, këtu s'jam dakord me Suin, sepse Giselda po ta shohësh dhe në backstage ka të njëjtën sjellje. Po flas personalisht drejt për drejt, është edhe ashtu siç është në show, nuk është se e bën vetëm për show-at. Giselda me çka kuptoj unë, me Flavien edhe me Negisen mundohet gjatë gjithë kohës të komunikojë, të bëhet shoqe dhe në sfida bën. Ama kur ka pas diçka kundër konfliktet janë reale apo janë thjesht për të tërhequr vëmendjen? Giselda në Negisa ka qenë reale, nuk ka qenë për show, sepse edhe mbrapa kanë pasur përplasje. Po, por tani ato po kalojnë shumë kohë bashkë, domethënë flasin me njëra tjetrën, qeshin dhe ndërkohë kur dalin në skenë sikur ndryshojnë. Pra është një dinamikë dyfisht, le të themi kështu. Në çfarë ne shohim edhe në backstage. Giselda me Flavian. Me Flavian. Okej. Ne në fakt vajzat i kishim dhe javën e kaluar këtu të ftuara dhe gja e kemi parë atë që dhe ju po thoni, por patjetër kur ti kemi përsëri mund t'ju. Po nuk është edhe aq të stisur. Mendoj që ka një bif mes njëra tjetrës, sidomos nga Flavia për Giseldën. Sepse Giselda e ka këtë sensin e protagonizmit, do që të jetë protagoniste gjatë gjithë kohës. Është natyra e saj, nuk është se e bën. Asaj i vjen natyrshëm ta bëj atë gjë. Po kur do të dilja që është çështje karakteri apo. Po, kurse me Flavian se ne i patëm edhe herës kaluar, po mendoj që Flavia e ka një lloj
xhelozie, një lloj inati që pse ta ket ajo gjithë këtë protagonizëm dhe mos ta kem unë. Po pra, po Flavia e ka të stisur, e ka të shtirur atë gjë, nuk e ka reale, nuk e ka të Flavia vetën. që kur ka hyrë, domethënë ka hyrë shumë për show, Bravo, dhe nga mbrapa me vajza të shumë në relacion me ju. Ju lutem falni, mos harrojmë se edhe Giselda është ai lloj personit që siç e thash si se çeka pak më parë, ka një pjesë realiteti aty, por është e stisur në momentin që hapin kamera, sepse ti mua e kuptoj çfarë do të thuash, por ti mua nuk mund vish të më bësh gocën e mirë mbrapa dhe në momentin që hapin kamera, aspekti. Nuk e bën gocën e mirë. Nuk e bën gocën e mirë. Respekton. Ka një lloj respekti mes vajzave, pa çka se mund të kenë bif me njëra tjetrën, ato respektojnë njëra tjetrën. Kjo është njerëzore. Duhet të kenë respekt për njëra tjetrën, dhe unë mendoj që kjo është më se normale. Normalisht në respektin për njëra tjetrën kemi. Ato s'kan pirë kafe. Pra mendon që edhe respekti bazik që mendon që midis gjithë jush duhet t'i jepet, a mendon që është po ashtu i stisur dhe thjesht për të siç e cekë ti për të gocën e mirë? Tim nëse siç e preku edhe Deris, me mendimin tim nëse ti përçafon një gocë, put një gocë, rrin gjithkohës, o zemër prit se ti je shumë e vogël, je shumë e mirë, do shkëlqes në pasarel, edhe ndërkohë backstage i thua Flavias ti je në shtremt. Po mirë, është mendimi i saj për ecën e Flavias, dhe ndoshta Flavia ka komente akoma të tjera komplikante që na presin, duhet të shkëputemi shumë shpejt në një shkëputje publicitare, do të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10 në She's on Top Club. Rishihemi. Rikthehemi të dashur miq në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi këtu në She's on Top Club me opinionisten ton Ida Nurçe dhe me vajzat tona. Rikthehemi përsëri në fakt, siç edhe lam me tema pikante, rikthehemi me akoma më pikante dhe do ngelemi pak në fakt te komentet që janë bërë këtë javë dhe këtë episod nga Juria. Një koment i thënë ishte vajza palestrohuni. Si e komentoni ju këtë në fakt? Do ta nis fillimisht patjetër nga Ida edhe kalojmë gjithë dhe japin opinionin tonë. Tani unë jam shumë dakord edhe në jetën reale, jo vetëm kur je pjesë e modelingut, që duhet të kujdesemi për trupin ton, për shëndetin ton. Palestra është gjithmonë diçka e mirë për trupin. Sidomos nëse ti je modele, duhet t'jesh e palestruar, duhet t'jesh fine, duhet t'jesh elegante, në format e tua më të mira. Por mendoj gjithashtu, duke qenë një njeri që jam shumë emotive, duhet t'ju japim mundësinë edhe vajzave që nuk janë atë formën e duhur, ta provojnë ta realizojnë atë ëndrrën e vet. Mos t'u apresim ëndrat në mes. E thënë në ato momente, a mendon që ishte një kritik me vend apo pak e tepruar në opinionin tënd? Jo, mendoj gjithmonë që kritikat për të qenë e mira e vetes tënde janë gjithmonë me vend. Nuk mendoj se janë të gabuara. Kritikat ne duhet i marrim gjithmonë të mira. Nuk ka kritika të këqija. Kritikat na përmirësojnë. Gjithmonë. Nëse dikush na thot gjithmonë që je mirë, ka diçka që nuk shkon me ne. Gati mund të mësojmë, po mendon që ndoshta ka qenë, le të themi, thonjë za një kunj pak e hedhur, me qenë se Mateo ne kemi dhe instruktor palestre dhe gjë që ndoshta koment duhet vinte nga ai, i pa thënë dhe Niko ndoshta gjeti atë fiks mundsinë për ta thënë. Jo, unë mendoj që Niko është shumë profesionist në atë gjën që bën dhe e shef gjën shumë. Për atë pjesë patjetër. E shikon gjën shumë me detaje dhe nuk thot diçka që nuk qëndron, diçka që nuk i shërben. Që qëndron patjetër, po. Diçka që nuk i shërben kësaj dhe nuk mendoj që Niko kalon në një temë dytësore, siç janë kunjat apo të merret të krijojë shere me antarët e tjerë të jurisë. Mendoj që është shumë profesionist dhe është i dedikuar tek pamja e vajzave, tek ecja e vajzave, tek fotot e vajzave, tek çdo gjë që bëjnë vajzat. Nuk mendoj se merret me gjëra dytësore. Po për ju vajza në fakt, si e pritet? A mendoni që kishte Niko konkretisht me dikë nga ju edhe si e morët? Unë mendoj se komenti Nikos ishte i drejtë, se po ta dëgjosh ai ka thënë që nuk po ju them do psohuni, por palestrohuni dhe si tonifikohuni, sepse si stilista i din shumë mirë si funksionon bota e modës, që duan gjithmonë ato kriteret e tyre, por që me thënë drejtën unë e prisja nga Mateo këtë koment, duke qenë se është instruktor palestre dhe mendoj se ai duhet i shohë pak më shumë vajzat nga ana e trupit, por që ndoshta ai zgjell mos ta bëj këtë pjesë dhe të ri brenda atyre kornizave të tij, se që përmendëm pak më para, kështu që
Mateo do të ruajë çika të figurën e personazhit pozitiv, po themi, nuk do që të jap komente negative. A ju duket i ngurt atëherë në atë që thot, apo mendoni që është dhe thjesht çështje fillimi, duke që është pak çështje fillimi mendoj unë, sepse besoj që Mateo do jetë shumë kritikues, nuk e di, e kam një parandjen që do jetë shumë kritikues në puntatat në vazhdim, ndoshta është thjesht fillimi. Nuk e mendoj ndoshta pak me personazhin që ai ka pasur edhe brenda shtëpisë të Big Brother, apo ndoshta thjesht me çfarë kemi kuptuar ju nga karakteri. Ndryshe se tek Big Brother kemi pas një aspekt ndryshe, besoj kur i është dhënë ai poltron aty është dhënë me shumë vende dhe produksioni e di shumë mirë kujt ja ka dhënë atë pozicion. Dëgjoj se ai poltroni ka shumë peshë dhe nëse ti nuk je gati që ta marrësh atë peshë, është më mirë mos e marrësh. Por duke qenë që Mateo ka krijuar një personazh të mirë, atë figurën e një djali të mirë, figurën e një djali që i ka shkuar shumë kohë mbrapa një vajze për ta bërë për vete, nuk mund të dalë tani rastësisht nga hiçi në as një javë sa ka që është ndar nga Brikena dhe të komentoj trupat e vajzave të tjera. E them, vazhdoj ta rrithem që kjo është shumë gabim, sepse ti e ke marrë përsipër ta bësh këtë gjë dhe duhet ta bësh. Nuk duhet të ndikohesh prap se mos dal unë tani çuni keq, mos prish unë imazhin tim tani se po komentoj goca të tjera ndërkohë që sa kam dalë nga një lidhje. Duhet t'i shkoj deri në fund kësaj gjës dhe duhet jetë më kritik, duke marrë parasysh që vetë Mateo ka qenë model, është instruktor palestre dhe ka të bëj pak me fushën e modës. Është i njohur, bravo. Dhe duhet të jetë më konkret, më i qartë, më i vendosur, më kritik. Po, prapë mendoj që është vetëm fillimi. Mendoj unë realisht mendoj që ai do jetë shumë kritikues tek vajzat në puntatat në vazhdim. Shpresoj shumë, uroj që të jetë shumë kritikues. Sepse e di si duket Mateo për mendimin tim, duket sikur do ta japi kritiket, po nga që është fillimi edhe po stepet pak. Prandaj mendoj që do shpërthejnë me ato kritikat e veta në puntatat në vazhdim. Sa të lirohet pak edhe me vajzat edhe me programin. Ka peshë shumë të madhe mbi supe të ruash atë imazhin që ka krijuar ai, sepse ka krijuar një fanbase shumë të madh. Po, normal. Dhe duhet mundohet që të ruajë këtë gjë. Por mendoj që edhe fanbase edhe fansat e Mateos do e dojnë ta shikonin si kritikues, sepse kur ke aq shumë fanbase të madh sa çka Mateo, me sa kam parë unë realisht, edhe po ti të kritikues nuk është se ikun fansat aty, mendoj që do ishte gjë e mirë, pikërisht do ishte gjë e mirë kjo nëse do ta bënte në vazhdim. Gjithashtu edhe edhe nga Greta prisja më shumë kritika. Patjetër, në juri kemi pasur dhe Gretën, Greta Kazazin, që e përshëndesim patjetër, edhe si të zhdukur ty Ida si opinioniste, po edhe për vajzat në pasi pritën komentet. Është shumë gocë e mirë, është shumë e ëmbël, është modele shumë e mirë, por nuk ishte e ashpër mjaftueshëm me gocat. Ishte gjithkohës dëgjoj se unë nuk doja që ti të ndjesh keq, po është një gjë e vogël. Jo, Ingrid për shembull, te pjesa e ecjes bëre gabim se nuk duhet të ecësh ashtu. Mendoj që ishin kritika të dukshme që nuk u than. Ishin kritika të dukshme dhe e pash që kishin një lloj stepje. Nuk duhet të kesh stepje. E thash dhe vazhdoj ta rithem. Kritikat të bën mirë. Fjalët e mira nuk të bëjnë mirë. Se ti nuk gjen mundësinë, nuk i jep vetes mundësinë që të përmirësohesh, kur të gjithë të thonë që je shumë mirë. Sidomos në kompeticione të tjera. Në fakt Greta më pëlqeu pasi edhe pse tha në fillim mos t'ju vije keq, tha nuk kam asnjë emër dhe më pas ta kam vetëm 3 dhe tha 3 emra në fakt që ishin të papreferuara. Këtë po mundohem të them. Mendoj që ajo e tha se çfarë do të thotë. Po nuk tha konkretisht. Duhet të jenë që në fillim. Po 3 emra i tha, që disa të tjerë nuk i kanë thënë në fakt. Ndodh në përgjithësi. Ndoshta është kjo pjesa e të ftuarit special, sepse kur vinë dojnë që ta zbusin pak atë garën, sepse kemi 3 juri tani edhe kur vjen i ftuar special thonë ok, për mendimin tim më mirë po rri pak but me gocat i jap. Mendoj që po. Ashtu hum më shumë pikë. Por më mirë, unë mendoj që ashtu hum më shumë pikë sepse ti je fushës, je profesioni dhe duhet i thuar gjërat siç janë, nuk e pse ta vrasësh mendjen se do më gjykojnë mua njerëzit, do më shajnë njerëzit nëpër komente, do thonë po kjo pse foli kështu, pse foli ashtu. Jo, ti duhet të jesh vetvetja, ti thua gjërat atë aspekt në fakt. E kanë. Jo, e kanë. Na bëjnë të ndjehemi më mirë me përmendimin tim, sepse kur kemi Niko Komanin,
Franceskën, Mateon që e cek edhe një herë që do vazhdoj të kritikoj. Po mirë, te Mateo, ngelemi pak te Mateo dhe te pjesa e fanbase. Kush e di sa do na shaj Mateo tani. Jo, do ngelesh edhe goca, sepse patjetër ne kemi përmendur shpesh duke qenë që është dhe pjesëtari i tretë i përhershëm i juristë të She's on Top. A ndikonte ju fakti që ju e dini se sa i pëlqyer dhe i dashur ai është prej publikut në për mirë patjetër, nuk ishte për në konotacion negativ as pak. Jo, nuk mendoj se ndikon as pak as për mirë as për keq, e dim pse sepse do keni më shumë ndjekës që do ju adhurojnë. Shiko, unë mendoj se ndikon, sepse mua që tani ka filluar më shkruajnë disa akaunte që janë fanse të Mateos dhe Brikenës. Edhe duan të dinë më shumë për to, për mbrapa skenat, kështu që mendoj që është një plus shumë i madh edhe për ne. A mendoj që do ndihmonte më shumë që po merret kjo vëmendje për të, apo nga vëmendja e tij po vjen te ju? Po vjen pak, por mendoj që neve nuk na bën aq mirë. Kjo vëmendja Mateos, sepse gjithë vajzat duan të kenë atë vëmendjen e vet, të njihen, bëhen personazhe apo të fokusohen ke sfilata dhe ke gjërat tona. Gjithsesi është 50-50 në mendimin tim. Ne mund ta përdorim si një trampolin këtë pjesën e Mateos, edhe fanbase që ai ka për të ardhur kjo pjesa tek ne, por prandaj po them është 50-50, sepse ty nëse nuk të pëlqen Mateoja për mendimin tim në ecje, në photoshooting, tek sfidat e javës, do kthehen këto fansat e Mateos për keq, nëse ty të pëlqen, do kthehet për mirë. Prandaj është me 50-50. Prandaj të thash, mua personalisht nuk më ndikon, sepse nuk e di kur a do më pëlqej Mateoja, as do më pëlqej ndoshta, më pëlqen 2 javë. 2 javë të tjera nuk më pëlqen, dhe prandaj po them, fanbezat e tij nuk është se më ndikojnë mua, sepse kemi edhe 2 anëtar të tjerë jurie që janë goxha kritikues dhe goxha me vend. Prandaj patjetër, shumë faleminderit. Ne në fakt na presin dhe sfidat e javës, të cilat do riflasim direkt mbas një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi përsëri këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 të Digital. Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Këtu jemi patjetër përsëri me Ethan, Flavian, Ingridin, Zeinen dhe Elmenisa. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ju kemi? Mirë, ju si jeni. Perfekt, mirë, faleminderit shumë. Ne në fakt kemi pasur një sfidë javore shumë interesante, edhe bashkë me Idën edhe cekim që ishte fiksi nga ato sfidat prej modelej, edhe që mendoj që çdo modele duhet ti kryej edhe ti përsosi deri diku. Aty patëm në fakt edhe një përplasje midis Giseldës dhe Zeines. Në fakt duhet më konfirmohet sepse Giseldën e kemi në Skype patjetër, vetëm duhet përshëndetje Giselda. Hello. Natë John, hello, si e? Mirë. Ndjes që nuk të isha sot e pranishme, po ja thash ta provoj dhe unë. E vlerësojmë që je kështu me ne, përsëri, ç'kemi. Gjithçka nisi në fakt nga komenti Giseldës ndaj Zeine. Fito mos na e merr fytyrën. Si e komentoni ju këtë edhe si e priten fakti Zeine këtë koment? E nisim nga ty meqense ishte i hedhurit e tij. Po, në fakt kjo ndodhi pas kamerave, nuk ndodhi përpara kamerave, po thjesht doja që ta diskutoja pikërisht pasi Giselda humbi. Domethënë se e tha në një mënyrë sikur ajo vetë do fitonte deri në fund atë sfidën që kishim dhe thjesht ta mos na e humbin në fytyrën me ato taka që ti ke veshur. A të duk më shumë provokuese apo ofenduese komenti i Giseldës? Për mendimin tim kishte pakës ofendim sepse ne këtu jemi secila për veten e saj dhe asnjëra nuk përfaqëson askënd dhe nëse humbja unë dhe nuk do t'i ndodhte asnjërs prej gocave. Po për ty Giselda ka qenë më shumë e thënë si një provokim apo ke dashur deri diku ta prekësh pak ndoshta edhe për më mirë apo për më keq? Na e thuaj ti. Personalisht, për mua nuk ka qenë fare provokim, thjesht unë kam një problem shumë të madh me veten që bëj sa shaka pa krip ndonjëherë dhe harroj që nuk do mi kuptojnë të gjithë. Edhe më saktë unë ja thash vetëm për shaka nga që kishte takas shumë të vogla. Po çfarë ke dashur të thuash realisht? Ke pasur shumë thumb, batut apo thjesht në ato momente doja ta shprehje dhe e the? Nuk e kam pasur fare që kam dashur të ul Zeinen, kuptoj, edhe pse ne kemi një marrëdhënie shumë të afërt, nuk kam dashur fare ta ul. Thjesht mendova që imagjino të humb
kur i ka takat aq të vogla. Okej, a mendon që ka egzageruar me reagimin në perceptimin tënd apo ja, mund ta kishte trajtuar ndryshe situatën edhe të ishte zgjidhur ndryshe? Duke marrë parasysh se si u trajtua ngjarja, jo, nuk është se e ka bërë shumë të madhe, ajo tregoi opinionin e saj dhe e kam cekur edhe aty në klip që jam shumë falenderuese që ajo zgjodhi të ma thoshte në sy, që nuk i pëlqeu një gjë që ma tha. A mendon fakt? Faleminderit. A mendon fakt Zejne se është një rivalitet aty midis jush apo ka qenë thjesht një koment që ju po zgjidhni tani t'ja lini sfidës edhe keni kuptuar diçka më shumë për njëra tjetrën? Në fakt është krejt e kundërta, do të thënë, ajo çka unë doja të cekja është pikërisht ajo që tha Giselda, do të thënë thjesht doja ta komentoja dhe thjesht sepse nuk më pëlqejnë kur se është përmendur shumë herë në studio që gocat nuk janë ashtu siç duken. Domethënë në studio sillen ndryshe dhe mbrapa krahave të tyre flasin. Jo, nuk është as pak e vërtetë, sepse unë me të gjitha gocat kam folur pikërisht ashtu siç duhet. Vetëm për ty apo po thua nuk ekziston fare kjo pjesa që vajzat kanë dinamika të ndryshme para dhe mbrapa kamerave? Okej, kjo mund të jetë e vërtetë, sepse gjitha gocat nuk sillen ashtu siç vërtet janë. Këtë e dim të gjithë, por unë nuk flas fare në veten e askujt, flas në veten time dhe për sa i përket karakterit që unë kam përzgjedh që t'ja them gocave në sy, siç përzgjodha t'ja thosha dhe para kamerave në ato momente. Dhe ndaj Giseldës thjesht më duk pak një koment jo i duhur, sepse kishte shumë goca të tjera. Mendoj që nuk ishte momenti i dur apo momenti i dur për të bërë komentin apo nuk do ishte bërë fare si koment? Nuk duhet ishte bërë sepse kishte edhe shumë personalisht. Domethënë mund ta kishte bërë për mua, se ka ndoshta e ka pasur në atë moment. E ka pasur shumë pjesa që mund të kishit folur të dyja se sa. Nuk është se isha unë e vetmja që i kisha takat e ulta në ato momente, ishin shumë goca të tjera që i kishin takat e ulta, thjesht mjet ishin pak fare më të trashë se. Të ka prekur deri diku si koment? Jo, nuk më ka prekur fare, thjesht kam dashur ta cek dhe në atë moment që nuk më pëlqeu, thjesht doja ta sqaroja si situatë edhe para kamerave. A i keti konfidencat me Giseldën që të ta bëja të koment? Në momentin kur ka ndodhur ky komenti, nuk i kemi pasur, nuk kemi qenë aq të afërta, por pas këtij komenti që ka ndodhur kjo situata, i kemi sqaruar gjërat dhe ajo ma ka sqaruar. Domethënë pak a shumë ma ka sqaruar në mënyrë. Jo, shpejt thjesht më ka sqaruar pak a shumë se për çfarë e kishte atë koment dhe unë jam një vajzë që i pranoj edhe sqarimet edhe faljet, sepse më ka kërkuar edhe falje vetë. Po si u ndjeve ti kur Giselda ja mori fytyrën dhe fytyrës vet? Aty të them të drejtën, pavarësisht çdo gjëje, thjesht isha u lumturova pak, jo për humbjen e saj, u lumturova thjesht sepse foli para kohë dhe unë nuk i pëlqej fare njerëzit që flasin para kohë. Për ty Ida, në fakt, kush mendon që në këtë debatin të vogël apo të madh që ka ndodhur mbrapa sken ka pasur më shumë të drejtë? Tani, është një debat shumë i vogël edhe unë besoj Giseldën që ka qenë në formë shakaje, sepse duke njohur tipin e asaj që është impulsive, që ka këtë sensin e protagonizmit, që do të flasi diçka kudo, ndonjëherë edhe pa e menduar mirë, thot gjëra që më vonë thot me vete pse e thash unë këtë. E di që mund të pendohet për ato gjëra. Por më pëlqen sportiviteti që e ka marrë Zena, që nuk e ka marrë shumë afër vetes, nuk e ka marrë shumë seriozisht, sepse s'ka qenë për tu marrë seriozisht. Dhe mendoj që Giselda ka marrë një mësim të mirë që nuk duhet të flas para kohe, se mund të gabosh edhe vet pastaj dhe do ja marrësh fytyrën vetes, siç ja mori fytyrën vetes. U kujdes për shoqen, po a mund të shtoj diçka? Mund të shtosh diçka sepse do kalojmë patjetër edhe në një ndërlidhje aty. Nuk e kam thënë fare në konotacionin që na e ke marrë fytyrën, na e ke ul fytyrën, është thjesht një joke edhe Zene e di, nuk ka pse ta zgjat. Se unë po mundohem ta ul dhe po vër re që Zene po e zgjat, Giselda. Mirë, duke qenë që debati nuk ngeli tentativë nga Zena për ta zgjatur, thjesht e pyetëm ne dhe po e komenton. Duke qenë që debati nuk ngeli edhe vetëm Giseldës dhe Zenës, kishim edhe Flavian që patjetër u fut në diskutim dhe zgjodhi të mbroj Zenën. Madje Zena ka pasur edhe një jo të mbroj Zenën, po me thënë drejtën, unë nuk më pëlqejnë këto pjesë që vajzat
Jo në mënyrë ofenduese, nuk kanë folur në mënyrë ofenduese ndaj Giseldës, por që nuk më pëlqen të komentohet. Nuk më pëlqen të komentohet një vajzë kur nuk është prezente. Aty u komentua Giselda sepse Giselda ka, le ta themi dhe ta pranojmë që Giselda ka shumë shikueshmëri në She's on Top. Edhe po i jepnim vëmendje sepse Giselda më fal, ka shumë vëmendje. Më fal, por pyetja nuk ishte kjo, ishte diçka tjetër. Ishte ta mbaroj. Patjetër mund të marrësh mendimin tënd dhe i rikthehemi dhe rilidhemi. Dhe kjo gjëja nuk më pëlqen dhe për këtë shkak unë hyra në diskutim. Pra, domethënë ti e ndjeve nevojën të futesh për shkakun e një vajzë diskuton për një vajzë tjetër dhe më fund fare në sy nuk thot gati asgjë dhe këtu vjen thot që nuk e mora personale, ndërkohë që aty u mor personale, mu duk disi e pa drejt, duke qenë se ndoshta edhe në një farë formë mbrojtje kur vet Giselda i kishte takat të shkurtra, njësoj pak a shumë si vajza. Kështu që unë mendoj që kur të gjykosh dikë tjetër, ti duhet të jesh shumë perfekt për veten tënde, mendoj. Ndoshta është gabim, por a mendon që ishte gjykim apo mendon që ishte thjesht siç edhe vajzat e thanë që ishte thjesht një fjalë e thënë madje dhe më pas nga Zena që nuk ishte nevojë për një avokat mbrojtës. Një fjalë e thënë por që mori shumë pesh si fjalë, kupton? Unë nuk hyra për të ofenduar asnjë, dash një koment, gjë që u pa se u mor shumë keq nga vajzat. Edhe nga Ingridi po. Pse mendon ti në fakt që Zena, domethënë a mendon që Flavia ka pasur me vërtet për të bërë avokati mbrojtës edhe për të dalë zot i kësaj të drejtës që aty i duhej dalë? Patjetër vetëm një moment, apo mendon që ishte thjesht për të rimarrë atë situatën që u krijua nga ti edhe nga Giselda aty? Absolutisht nuk ka qenë fare për të mbrojtur mua, sepse Flavia nuk më njihte as pak mua, ishte sfida jone e parë dhe aty jemi prezantuar, domethënë se nuk kemi prezantuar natën që është futur. Thjesht çat po dëgjoj atë ditë. Thjesht Flavia është futur me një qëllim dhe këtë na e ka thënë dhe kur është prezantuar që kishte qëllim të nxirrte të gjitha gocat, jo mua personalisht, por gjitha gocat dhe normalisht që futem dhe unë në këtë mes. Por nuk më duket fare. Nuk më duket fare e drejtë ajo që thot Flavia, sepse tani po sillet dhe vetë si shumë e mirë dhe jam shumë e mirë, ti situata e ashtu që nuk je aq e mirë sa dukesh. Jam perfekte, jo e mirë këtë. Do të futesh në një diskutim që nuk kishe fare lidhje, e kupton? Këtu nuk jemi në shoqëri as në shtëpi, këtu jemi në She's on Top dhe normalisht situatat janë përgjitha. Unë jam shumë dakord. Dikush tjetër do fusta. Jam shumë dakord, po ka një të vërtet këtu në mes. A mund të mbaroj, të lutem? Ka një të vërtet këtu në mes që Flavia ishte e ulur aty dhe nuk po e dëgjonte fare diskutimin ton, ishte duke gërmuar diçka në çantën e saj. Ndoshta ka pasur një vesh aty dhe mendon se ishte futur në debat. Po, dhe Desanka thjesht ka thënë një fjalë, po kështu në të qetë, domethënë pa mikrofon, thjesht ka thënë që nuk është Zena ajo që i ka pasur takat e ulta dhe si duket e ka dëgjuar, e ka marrë atë fjalën, më fal, po flas për momentin. E ka dëgjuar këtë dhe thjesht është hedhur si për meje në ato momente dhe un kam një tip që në ato momente kur flas them vetëm diçka dhe nuk dua që ta shtoj. Gjatë kohës që po diskutoja me Giseldën, domethënë thjesht i thash diçka, i thash mund ta sillje edhe gjyshen këtu dhe ta shifnin do e bënte apo jo, se ishte një diskutim i kot, nuk dua as ta zgjat, e kupton? Thjesht nuk më duk fare drejt mënyra se si hidhet apo do të marrë atë vëmendjen e saj aty ku nuk e meriton të fare. Ju duhet të mësoheni me faktin që Flavia do jetë gjithmonë kudo ku është Giselda. Kudo ku flitet për Giseldën do jetë dhe Flavia. Sepse ka një lloj konkurrence me Giseldën, ka një lloj bifi me Giseldën dhe çdo gjë që do bëj Giselda, qoftë e mirë apo e keqe, Flavia do ta sulmoj gjithmonë, do të hidhet kundër. Okej, po unë nuk mendoj, pavarësisht se e besoj që Flavia ka atë pjesën e mirë që nëse dikush po sulmohet do që ta ndihmoj, por jo në televizion. Nuk mendoj se e ke në televizion. Aty jeni të gjitha konkurrente dhe nuk mendoj që ty të është dhimbsur kaq shumë Zena dhe të futesh ti bëhesh avokati mbrojtës i Zenës dhe ti kthehesh avokatin e Zenës, sepse Zena është aq e zonja për t'i dalë zot vetes. Patjetër, po a ke dashur ti dalësh si çështja ishte që unë nuk futa as për njërin edhe as për tjetrën. Nuk isha dakord që Zena të flasin në autobus për vajzën fjalë dhe nuk isha dakord që vajza Giselda të komentoj takat kur takat e veta nuk i kishte në
stat. Po, mënyra jote të folurit nuk ishte kështu siç po flet tani. Jam shumë dakord se isha nuk ishte do me thënë thej që Zejnes ishte në ato momente mirë për të mbrojtur veten dhe unë thjesht fola, sepse tani the është okay, mund ta mbroj veten e saj, tani thua që Zejne ka nuk ishte okay për të mbrojtur veten tënde, thjesht thash, ça fole në autobus, kjo është një temë komplet tjetër, kjo është një Jo, është brenda temës. Jo, është një temë komplet tjetër. Po, ma trego. Po tani ti kur fole nuk është se mbrojtë Giseldën edhe shave Zejnën. Jo, nuk mbrojtë fakt, po pra se po thua që në autobus Zejna ka shar Giseldën. Dhe thash edhe aty. Po aty ti u sule Giseldës. Dhe shkove bërë edhe gjestin që doje të masi edhe takat me Giseldën, kush i ka më të larta dhe kush i ka më të ulta. Dhe mënyra jote të folurit ndaj Giseldës ishte tallse, ishte fyese. Është e njëjta mënyrë të folurit siç ka qenë edhe herës kaluar këtu në studio. Dhe ti nuk mund ta mohosh tani që unë isha po mbroja Giseldën. Dikush mund ta shohë në mënyrë tallse, dikush mund ta shohë në mënyrë ironie. Unë nuk e kam bërë në mënyrë tallse sepse vajza është 2 metra gotë dhe nuk është për tallse. Kjo është thjesht ironi, besoj se mund ta bëj. Dhe aty dallohet fiks nga ato kjo që bëj unë tani nuk e ndjen tallse ndaj teje, nuk e ndjen fyese ndaj teje këtë që po bëj unë tani. Kështu që nuk e marr ofendimin. Po nuk ka lidhje me statin tënd. Nuk ka lidhje asgjë me ty. Është komunikimi që ti ke karshi gocave të tjera. Gocat më njohin dhe tash besoj se atëherë ka qenë puntata e parë, tani kanë filluar të më njohin dhe e kuptojnë që unë këtu nuk kam ardhur për tall asnjëri. Bra, mua më pëlqen vetbesimi që ke ti dhe vetbesimi që ke ti është shumë gjë e mirë. Faleminderit. Por çdo gjë e tepruar kthehet në të keqin ton, në dëmin ton. Duhet ta mbash pak më nën kontroll këtë gjën. Shumë mirë që ke vetbesim, duhet të kenë gjitha gocat vetbesim, çdo njeri i mundshëm. Po duhet ta mbash në kontroll që mos të cënoj të tjerët. Thelbi po ta lidh me demokracinë. Thelbi i demokracisë është që liria ime mbaron ku fillon e jotja. Dhe ti duhet ta respektosh këtë gjë. Duhet të respektosh rregullat e tua, të folurin tënd, komunikimin tënd, pa cënuar të tjerët, sepse nuk e ke të drejtën ti të cënosh askënd. Se mua realisht mua më duk shumë e shëmtuar kur po fliste Giselda dhe ti po bëja aha, po, aha. Dhe më thënë është e shëmtuar. Me këtë analizë kaq perfekte, midis këtij debati dhe kësaj citimit pa Flavian, më pëlqen shumë se respektoj vendimin tënd. Është shumë e bukur, duhet ta marrë si kritik që këtë që po them, analizisht e vërtetë do të vazhdoj në pjesën tjetër. Që po them do ta plotësoj shumë figurën tënde dhe do jesh shumë. Këtu jam për të mësuar dhe për të bërë sukses. Më vjen mirë që me. Dhe me citimin e demokracisë që ishte shumë i bukur, ne do rikthehemi në pjesën tjetër. Na ndiqni miq 100 FM dhe në kanalin 10. Shkëputemi vetëm për pak. Rikthehemi të dashur miq në Shizon Top Club, në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Ne në fakt e lam në një pjesë shumë dinamike dhe me diskutime dhe mendime të ndryshme patjetër, të cilave do ju rikthehemi tashmë përsëri me gocat tona këtu, me Idën patjetër dhe me Giseldën që e kemi në një lidhje direkte. Përshëndetje, hello again. Prap kjo? Ti Giselda në fakt gjithashtu ke pretenduar se Flavia dhe Negisa kanë folur pak keq për ty mbrapa kurrizit tënd. Ke dëgjuar diçka konkrete që ti i përmbahesh? Edhe a mendon që është diçka personale aty midis jush apo plotësisht tek sfida edhe Shizon Top? Tani që nga puntata e parë dhe e dytë jam urtësuar një çik, po çfarë do flasim. Me Negisën dihet tashmë që nga episodi i parë i Top Albania Radio se kështu klub është parë se si kemi në marrëdhëniet, si shqyrtojmë ato pjesët tona, ndërsa për Flavian është thjesht afruar çik më shumë me Negisën edhe tani do të bëhen në thonjza 2 kundër 1. Mendon që po krijohet një aleancë kundër teje? Ekstra apo një aleancë që do krijohej gjithsesi sepse vajzat përshtaten më shumë bashk? Jo, është edhe fakti që përshtatet se dhe unë jam përshtatur me shumë goca aty. Por me Ingridin apo? Po, patjetër, po dhe me gocat e tjera, prandaj futa të gjitha.
Edhe po mendoj që në këtë emision do vi një pikë e lojës që secila do shikoj punën e vet në fund. Kupton, nuk do ketë më aleanca, gjëra, se besoj siç e ka thënë Flavia është ka ardhur për të fituar, Negisa për të fituar, unë për të fituar. Po mirë, në këtë treshe protagoniste që ne kemi, Flavia, Negisa dhe Giselda, Ida, kush mendon që është pak më shumë e favorizuar apo ka pak më shumë protagonizëm deri më tani? E kam thënë unë, Giselda është e ka natyralja të gjën, e ka të vetën. Ajo edhe sikur të jetë shumë e veçuar nga grupi, do t'i kapi veshin një fjali të shkurtër dhe atë fjalin do t'a zmadhoj, do t'a bëj. Pra, a mendon që edhe atë do që t'japi mendimin e vet. Nuk e ndalon dot veten ajo, nuk e frenon dot veten. A mendon që edhe Giselda si shërbeu më shumë gjithë ky debat që u krijua midis treshes apo dinamikës që e thash dhe pak më parë që i ka shërbyer si mësim i mirë, sepse duhet të mendohet mirë para se të flasi dhe një njeri që flet shumë nuk do me thënë që patjetër ka të drejtë. Duhet flas më rrallë, ta mendoj, ta pjeki mendimin, pastaj ta nxjerrin shesh burrave. Shesh të burrave. Po për Flavian pastaj patjetër, a mendon që ka të bëj ajo që Flavia dhe vet e shprehu, që thjesht do t'japi opinionin e saj, do të ndërhyj aty ku i duket e padrejtë, sidomos kur një ndër vajzat nuk është aty, apo mendon që ka qenë të paktën në atë rast për vëmendje? Unë e besoj që Flavia kur shef diçka të padrejtë, e ka natyrën e saj që do të ndihmoj gjithmonë viktimën, po e themi, po e quajmë në thonjza, por në këtë rast, duke qenë që i akuzuari ishte Giselda, po e marr me terma kështu, ka qenë dëshira akoma dhe më e madhe e dyfish që të futej të mbronte Zeinën, sepse kishte përballë Giseldën. Dhe çdo gjë që e nxjerr përballë Giseldën, Flavia është e para që do dali do flas. A mendon që kjo fjalimi joti është ti dalësh zot më thonjë za Giseldës, më fal, sepse është nga ana jote, sepse nga ana jote, nga Diva që jeni të dyja. Jo, unë se një fare, që t'ju asqaroj një herë mirë, unë nuk njoh asnjë nga gocat këtu. Asnjë. Dhe nuk kam ndonjëherë asnjëherë me asnjërin nga gocat. Edhe nëse më keni parë në backstage këtu, unë nuk është se ulem të flas me ndonjërin nga ju. Nuk kam komunikim. Giseldën e ka marrë vesh puntatën e kaluar që është nga Dibra. Po kjo nuk e bën fare të favorizuar, nuk dua ta favorizoj se nuk e njoh. Unë mendoj se edhe po t'ishte Elmelisa ose Ingridi dhe të bote të njëjtin diskutim, unë akoma do u fuça. Nuk do të thotë që është Giselda në atë mes. Okej, e lëm këtë pjesën se e kuptova. Unë jam me fytyrën time dhe nuk do dalë të mbroj fytyrën e Giseldës. Giselda është e rritur e vaksinuar, mund ta mbroj vetë fytyrën e vet. Unë jam për të dhënë opinionet dhe opinioni im është ky. Nuk ka të bëjë nëse unë kam shoqëri apo në gjë. Okej. Unë as Nikol nuk e njoh. As me Nikol nuk kam shoqëri. Por dhe nëse do ishte Zeina ose Elmelisa ose dhe Ingridi, e njëjta gjë do bëja. Nuk do të thotë që është Giselda dhe unë marr nga avantazhi nga Giselda. Thjesht nuk mendoj kështu. Sepse edhe puntatës kaluar ti ke pas të njëjtën qasje ke pas me Giseldën. U bët bashkë me Negisën dhe kishte të njëjtën qasje me Giseldën. Kemi marr ndoshta nuk mund ta them ofendime sepse nuk kam qejf që të flas për kundrejt Giseldës në këtë lloj forme. Ndoshta kanë qenë keqkuptimet e momentit dhe ato lloj keqkuptimesh mu dhe Negisës nuk ta kanë pëlqyer as pak. Zemrime, e di kur është keqkuptim? Një sekond, ta mbaroj lutem se pastaj e harroj. Dhe në momentin që unë marr keqkuptime ose ofendime nga Giselda, normalisht unë nuk mund vi këtu dhe ti them po, bravo Giselda, ti ke drejt, shumë bukur, vazhdo kështu se ti po na ul neve, bravo. Jo, normalisht që kur nuk më pëlqen diçka, në atë lloj forme unë gjej të drejtë, ndoshta jam edhe gabim. Faleminderit shumë edhe për gjërat që më the më parë, nuk i marr personale as pak, i marr për vlerësim, por që ndoshta edhe me të drejtë mund vjen natyrshëm që jo tallje, se më duket shumë ofenduese, por që të shprehem në atë lloj mënyre. Kupton? Dhe nuk e di, un kam dy raste, të kam parë në dy raste që ti ke përdorur komunikim tallës, fyes ndaj Giseldës. Herës kaluar në studio që u bëre krah me Negisën, pash edhe këtë radhë në klip që u bëre krah me Zeinën. Dhe në asnjë moment unë nuk e pash që Giselda
domethënë mos e merr çdo fjalë shabllon. Po. Bëj edhe ndonjëherë metafora. Dhe në të dyja rastet unë nuk pash një qasje të Giseldës ndaj teje, nuk pash një nisje të debatit të Giseldës ndaj teje. Që ne diskutojmë po, edhe dhe Giselda patjetër e kemi këtu në lidhje me ne. Qashon në ekran, në backstage nuk jam, unë nuk e di se çfarë ndodh në backstage. Giselda, bisedat e backstage-it do ju lutesha ti mbani për vete se unë nuk di se çfarë ndodh atje, që unë të na sqaroni gjërat e backstage-it që ne mund të nuk ndërhyjmë. Te backstage mund të ketë 100 gabime Giselda, nuk e vej në diskutim fare. Po për ty Giselda, ka qenë në fakt një mënyrë ofenduese kjo, atë ka ardhur e tillë apo nuk e ke konceptuar fare në ato momente dhe tani që e shef më pas dhe analizon e kupton të tillë? Nikol u bën gjitha ato muhabete, e humba dhe fillin se që do thoja, se do ndërhyja këtu aty. Ka për aty të më rëndësishmja. Yes, po do e nis nga pjesa e Flavjes si fillim, që e para është, unë kam thënë edhe Flavjes më përpara se çfarë ndodh në backstage, ngelet në backstage, për sa kohë nuk ka kamera. As unë nuk do besoj, as Flavja nuk do besoj, se të jap versionin e vet. Kemi dhe revolta nga backstage. O Flavja se së të ndërpreva, ndjes. Për pjesën që tha për Idën, mu duk një super argument shumë i ullët. Okej, doja përsëritë dhe dilja të aty, faleminderit që e cek e vetë, po. Në duhet ta cekja me pa tjetër, do thënë ishte, nuk e di. Pastaj për pjesën tjetër, tani, të gjitha gocat në episodin e 3 u pa që e kanë thënë vetë me gojen e tyre dhe e kanë aprovuar në thonjza që kanë folur keq për mua në ato. Cilat goca? Po thuaj se të gjitha ato që nuk cilat janë ato të cilat nuk ta kanë përmendur emrin atëherë. Të paktën për këto të paktën po. Tani me sa di unë aty na i tregote ne Giselda, ti dim dhe ne se po japim opinione, komente dhe nuk dim se çfarë ndodh në backstage, nuk dim se çfarë ndodh në autobuza. Jemi në autobus dhe ne. Atë ditë që është bërë diskutimin për mua, të them të drejtën unë dhe Ingridi kemi qenë duke shkuar veçmas tek pjesa ku kishim xhirimet, edhe mua më është thënë në ajër që gocat kanë folur keq për ty në autobus. Edhe unë këtë fjallën në ajër e mora, e rregullova. Po, a është thënë gocat, apo janë thënë emra eksakt? Konkret, faleminderit, po. Ja, këtu dua të dalin ndjes, se po i bi pak gjatë, I'm sorry. Edhe Elmelisa në fakt ka diçka për të na thënë patjetër direkt pas pak. Është thënë që gocat në përgjithësi, kupto, po nuk ja kam pasur gishtin asnjëres që ti ke folur. Po mirë, përderisa nuk ka qenë kaq e detajuar në emra, nuk mendon që ishte ndoshta një patjetër mundesh. Dhe kur kemi qenë tek studio, ka qenë Gisa ajo që ka thënë që gjitha ju kemi folur keq për Giselda, dhe asnjëra nuk e mori mikrofonin përveç se Denisës, që thotë gjë, mos i fut gjë me një se nuk kanë folur gjitha. Tani çam lën mua të kuptoj është gjitha kanë folur. Përderisa asnjë nuk e mori mikrofonin, dhe se janë pak smura. Përderisa nuk e mori mikrofonin dhe thotë shikoj, nuk kanë folur. Okej, po, jo, për ty mendoj që do duhet ishte pak më e detajuar, patjetër emrat e vajzave që të kanë cekur emrin ty mirë apo për keq, po ti nuk bëre kurioze të pyesësh kush ishin këto goca që folën për mua? Dhe mos prisej që vetëm një prej tyre të dilte mbas. Po këtij diskutimi dhe opinionit të Elmelisës patjetër do i rikthehemi në pjesën që na vjen pas pak. Ne do të shkputem në një publicitet shumë të shkurtër edhe do jemi këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Rikthehemi të dashur miq këtu në Shizon Top Club në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Ne si çdo pjesë tjetër deri më tani kemi lënë bisedat kështu më gjysëm edhe i vazhdojmë patjetër. Ne kishim ngelur te Giselda që e kemi një lidhje direkte. Patjetër si gjithmonë me Idën dhe me vajzat. Giselda na dëgjon? Po. Dua të ngelem pak në fakt përsëri te ato vajzat që të gjitha kanë folur keq edhe që kanë ca komente që edhe nuk thuhen në sy, edhe te cilat ato vajza janë patjetër. Tani besoj që u lisha shumë e qartë te shpjegimi që dha. O Giselda na thua emra, o Giselda.
Për të gjitha patjetër, mendoj që tek këtu gjithë secila e ka një ndërmbetje me tjetrën, por për të qenë më të sinqerta këtu te klubi jon. Më troq se po e them, nuk ka si të shkoj. Përveç atij njeriu që mua më ka treguar, të gjitha kanë folur keq për mua, të gjitha. Edhe Ingridi, po mirë, që se Ingridi ka qenë në fakt edhe pjesë e diskutimit ose të paktën pjesë e makinës. Nuk e di, shumë të shkurtër. Nuk e di kush ka qenë pjesë në autobus, po atë ditë jam... Po ti ke qenë pjesë gjithashtu të autobusi, apo jo? Informacioneve kanë qenë të gjitha gocat, kupton? Okej. Jo, më them se gjitha autobusi atë ditë. Ingridi ishte në autobus. Jo, unë kam dhënë makinës. Kam qenë shofere atë ditë, se patëm pak probleme dhe shkua me makinë më vonë, me makinën time. Edhe erdhi dhe Giselda dhe Gjonila, kemi qenë. Po ti ke qenë me Giselda dhe Gjonilën bashkë, apo? Keni qenë bashkë. Atëherë a ka vajza konkrete që përderisa po thuhet janë këto vajza që flasin keq mbrapa kamerave dhe në backstage, cilat janë këto vajzat që ju keni kuptuar deri më tani edhe cilat pas kanë këto komente që nuk i thonë në sy edhe me sinqeritet, le të themi. Unë si tip në perceptimin tënd patjetër, prandaj. Po unë s'ja kam vënë ndonjëherë shumë re, jam pak tipe nefergiste kundrejt mendimeve të vajzave, fjalëve që në atë situatë të paktën. Në atë situatë, cilat kanë qenë ato 3, 4, 5, se mendoj që kur thuhet vajza është më shumë se 2. Deri te 2 ndoshta thuheshin direkt emrat, po. Jo. Sepse Flavia jo, okay. Nuk na njihte atë ditë domethënë, nuk ka ditur. Unë kam qenë ajo që thash mos flisni fare. Ti nuk e folur fare atë ditë, po hajt. Vallai kam fol, po çfarë bëj unë pas ka ngel vetëm me mendjen te Giselda për të folur te Giselda, po. Shiko, është pjesa që ne jemi në episodin e dytë të klubit, ju keni patjetër avancuar me një episod ekstra te She's on Topi dhe mendoj që dal nga dal ka erdhur dhe momenti që me qenë se po ndodhin këto keq kuptimet dhe fjalët mbrapa krave të thuhen këtu dhe ndoshta ti sqaroni apo dhe jo thjesht i pranoni që janë të tilla pa mbajtur anë duke mos pasur anë patjetër. Atëherë që mos të më lësh të gaboj Nikol, dëgjova çfarë që the që Giselda mendon për mua dhe Negisën që ne kemi folur mbas krave për atë. Po, edhe që keni pasur edhe një lloj aleance të lidhur me Giseldën ose jo, po atë aleancë tuaj kundër saj. A mund ta di konkretisht se çfarë ka dëgjuar Giselda për ne të dyja, eksaktësisht për mua se çfarë kanë folur unë për atë, të lutem. Giselda? Tani, dua t'i them Flavis që nëse do rrim ma thuaj çka ke dëgjuar ti për mua dhe çka kam dëgjuar unë për ty, besoj se s'do na dal She's on Top klubi, po do na duhet. Po mirë, qëse jemi këtu dhe jemi eksaktësisht te kjo pyetje, mendoj që unë kam folur personalisht me Flavian dhe i kemi diskutuar ca gjëra, në konkretisht siç ka qenë edhe ajo pjesa tek sfida e javës që u fut pak kështu pa lidhje në thonjza. Unë i kam thënë edhe Flavius që pa lidhje sepse i doli pak situata nga duart, të them të drejtën. Në çfarë mënyre? Flavia që në fillim që ka ardhur me synime të qarta që mua duhet të më dëgjohet emri këtu. Po këtu s'ka asgjë të keqe. Fakt mua më është dëgjuar emri pa bë debat fare për atë pjesë. Po e them për keq. Nuk po e them fare për keq. Se Flavia që në fillim ka ardhur dhe thotë jam unë këtu dhe pik, kupto? Edhe normalisht që do futet edhe në për debate, por konkretisht tek pjesa e Zenes dhe mua u fut komplet pa lidhje. Po mirë, mua në fakt te Flavia dhe te ti Giselda më ka ngel në mendje edhe një koment i thënë nga ti në fakt që është pyetur më korrigjon nëse po i citoj fjalët një rend tjetër, po që thelbi ka qenë që ju të dyja mund të njiheni dhe nga jashtë, edhe a ndërlidhet kjo me pjesën që mund të jetë diçka pastaj personale midis jush apo jo? Jo, ideja e pyetjes time ndaj Flavios ka qenë që ajo po më fliste me shumë konfidencë, kupto, po më fliste me shumë Po a njiheni ju nga jashtë? Jo, ne nuk njihemi nga jashtë. Jo, ne nuk njihemi nga jashtë. Jo, as pak, absolutisht unë nuk njoh asnjë nga gocat aty brenda. Po më fliste sikur po më njihte, kupto? Edhe më erdhi dhe natyrshëm ti bëj pyetjen, më fal, ti njeh mu gjë nga jashtë? Mendoj edhe një herë se ndoshta edhe një dhe vetë me kaq konfidencë. Elmelisa.
rikthehemi te ti, patjetër tani e ke edhe mundësi të na japësh opinionin tënd eksakt edhe të detajuar për konfliktin edhe për fjalët midis vajzave. Po, atëherë unë mendoj që edhe pjesën që Giselda tha që disa goca kanë shar, edhe Giselda gjithashtu ka shar në goca, edhe mu personalisht sepse unë e di. Nuk e ngjoj Giseldën. Mund të marr kufjet? Patjetër. Vetëm një ndrim të vogël, na falni, që të jemi më koherent. Elmelisa, don't worry se ti nuk e qenë fare të autobusit, pa merak. Jo, nuk jam të fol për këtë pjesë, po them përgjithësi. Në përgjithësi. Po, që edhe mund të shkosh edhe pjesa autobusit nëse ke dëgjuar. Mund ka ndodhur një debat i vogël me Giseldën në fillim, nëse të kujtohet Giselda, edhe kam gjuhë që gjithashtu, se zi me fol shumë mirë shqip, më falni. Giselda ka fol që Giselda ka shar më thonë sa, por nuk e ka marrë shumë personale se janë gjëra që ndodhin sidomos. Çfarë është cituar? Çfarë është thënë që Giselda ka thënë për ty? Jam sharun ty, moj. Çfarë është thënë të paktën, pastaj ja qëndron ajo, mund ta zgjidhim. Ofendime që nuk besoj që janë të duhura për me përmend këtu. Jo gjuhë e duhur e përdorur. Po, por unë nuk e kam vendos në dukje sepse mendoj që ishin gjëra Po mirë, ne për fat të mirë jemi në radio, për fat të mirë kemi mundësitë e censurimit, kështu që ti nuk i them unë. Pse në lidhje me çfarë? Se tani kjo të thuar që ka janë ofendime të rënda që nuk i them dot. Po, më ka shah të rënda nga ana e lerit, nga ana e moralit, nga ana a mundem? Mund të them patjetër. Jo nga ana e nderit, nga ana unë se di fare si çe moralit. Jo. Po mirë se e bëjmë me pipne, mos e vrit mendjen, thuje. Po, ajo fjalë është thënë për ty, kështu që mendoj që ti më kanë thënë që kanë thënë fjalë pi. Okej. Diçka kështu? Këta do me thonë. Edhe unë nuk e kam marrë, nese unë nuk e kam marrë shumë si ofendim. E kam marrë si ofendim, por nuk e kam... Giselda, a mund të shtoj unë diçka të lutem? A e ke dëgjuar ti? Jo, unë nuk e kam dëgjuar, po unë do shtoj vetëm diçka. E shtojmë direkt, duke qenë që Giselda është duke thënë që ajo fjala e censuruar nuk është thënë, ndërkohë që nga Elmelisa është dëgjuar që është thënë nga persona të tjerë. Në mënyrë kategorike që Elmelisa të vit më ul mua dhe të thotë që unë kam dëgjuar nga Giselda të më thotë atë lloj fjalë. Mendoj që nuk është, mendoj që ajo fjalë se ti më me marru fjalimin Giselda dëgjon edhe që jam të folun, qofse nuk merr veç çfarë them, më përsëri më thuaj edhe ta shpjegoj edhe një herë. Unë thash që nëse është dikush me revoltu këtu, është me revoltu unë për fjallat që ngjova nga ana jote. Unë nuk thash që ti e the si fjalë këtë gjë. Jo, më gjë ti Giselda, fol mirë mos më fol mua me arrogancë, fol mirë mos më fol mua me arrogancë, se kemi mësuar me tjerë të fol kështu, jo me mua kështu, jo me mua kështu, jo me mua kështu. Giselda me mua jo kështu, faleminderit, më le me fol. 1 2 3 4 mund ta mbaroj unë të lutem, vetëm me një mund ta mbaroj unë të lutem. Dëgjojmë të dyjave, patjetër mund të vazhdojmë Elmelisa dhe në momentin që e kam mbaruar fjalinë, vazhdojmë patjetër te Giselda që të mundemi të kuptojmë të dyjave të lutem. Giselda, mund ta lëm pak të mbaroj, ta çoj deri në fund, ta marrim vesh dhe ne se për çfarë po flet dhe pastaj të marrim dhe një koment prej teje. Faleminderit. Të lutem sa ta mbaroj, ta dëgjojmë se çfarë ka për të thënë. Pastaj do marrim dhe mendimin tënd. Unë nuk thash që Giselda më tha mua që unë e kam gjumë me vesh të mia. Sepse nëse është dikush për më bëmë ta mbaroj, ta mbaroj Giselda, po duhet ta mbaroj se mbaroj ju. Jam të folur në shti. Po, sepse kur flasin tjerë ti do respekt. Respekto dhe ti tjerë. Faleminderit. Atëherë po thoja që nëse është dikush vazhdo, faleminderit shumë. Në qoftë është dikush këtu për me u revoltu nga fjala që dëgjoj jam unë. Unë nuk thash që Giselda përdor atë lloj fjalësh. Në qoftë se unë do e kisha besu si gjë, normalisht që do isha kundërvi, thuhet Giselda sepse nuk është fjalë e lehtë në ato momente. Por mu ma kanë thonë që si fjalë që Giselda ka thonë kështu për ty, nuk i kam besu në atë momente edhe kam lënë. Kush është thënë kjo fjalë? Jo. Nuk e them. A mund të? Po përgjigjja që i ktheve ti personi që ta thaj që Giselda ka thënë kështu për ty, çfarë i theti? I thash kështu do them varja. Nuk e mora realisht nuk e mora. Po a e beson personin që ta ka thënë këtë fjalë? Jo, e thash nuk e besoj. Nuk e beson. Personit në fjalë, do thon, këtë personin jam e lidhur me këtë personin, kam shumë afër vetes, por nuk e besoj sepse ndoshta Giselda ka për pak këtë gjë, po mund të thonë nuk besoj që ka mund të arrijë. Po nëse nuk e besoj, pse po e diskutojmë këtë gjë në first place? Sepse po them që unë nuk e besoj, po mund të jetë edhe vërtet.
Si gjë. Nuk e beson sepse nuk e beson që Giselda mund ta ketë thënë këtë fjalë apo nuk beson. Nuk besoj që Giselda ma ka thënë mua. Nuk besoj që Giselda ma ka thënë mua këtë fjalë. Që ka qenë referuar me ty. Vetëm një moment Giselda dhe patjetër do e kesh mundësinë që ta japësh patjetër opinionin tënd. Një pyetje. Po. Elmelisën. Po. Personi që ta tha ti the që e ke shumë të afërt. Shumë të afërt, domethënë pyet personin në fjalë se çfarë përgjigje i ka dhënë Giseldës kur e ka thënë atë fjalë për ty? Jo. Po nëse ti këtë personin e ke shumë të afërt, pse nuk do i besojë në momentin që të citon se kjo fjalë është thënë nga Giselda? Në rast të parë kur ndodhi kjo gjë, ndodhi në se ju nuk e dini këto në sfilat, domethënë jo në sfilatën e parë të provat të sfilatës. Po ai ke ishte fillimi fare. Vetëm personi u lidh ajo fjalë është te Giselda, nga Giselda të më falësh te ai person. Unë realisht atë fjalë nuk e mor, domethënë është fjalë ofenduese, po nuk realisht nuk e besova fare. Me këtë person unë jam lidh në vazhdim, mrapa. Normal se kanë ndodhur edhe gjëra tjera pastaj. Me personin që ne nuk e dim se cili është që është bërë kjo ndërlidhja e fjalës nga Giselda te ti, a mendon për t'ju rikthyer përsëri pyetjes që ka qenë ekstra e thënë ai person edhe nuk mendon që duhet të kesh ndoshta ky person që ti e ke të afërt dhe nuk i beson fjalës së thënë. Ndoshta ky person e ka thonë edhe nga fakti sepse në fillim unë dhe Giselda kena qenë edhe shumë të lidhura. Pavarësisht se pastaj Giselda. Pse nuk jeni më? No, jemi, po ajo pastaj vazhdoi, do të thonë, me ngridi pak më shumë, unë me goca tjera, me Cindy, Nancy, konkurrentë tjera. Po, por në fillim ishim shumë të lidhura edhe ndoshta ka thonë edhe ku diun me fut ndaj Xixa, nuk e di. Po, atëherë Bia ka qenë me çfarë kuptova unë pak në këtë që ti the, Cindy apo Nancy? Asnjëra nga të dyat. Edhe nëse do ishte njëra nga këto, nuk do e thoja këtu. Okej, atëherë Cindy ose Nancy. Nëse është një nga të dyja, nëse do ishin këtu, edhe do e nxjerra, normal se do e diskutoshim, por faleminderit për atë hintin edhe ndihmën që na dheni këtë. Për ty që patjetër Ida. Mendoj që duhet të ketë më shumë kujdes me njerëzit që ri, sepse një person i afërt, un po e marr veten si shembull, nëse një shoqja ime do mvite mua të më thonë që dikush ka thënë këtë gjë për ty, un do ta pyesja, po ti çfarë i the? Po, por fundit ne nuk jemi shoq aty me këto goca që me këtë gocën që thash unë me këtë gocën që nuk duhet ta hapësh fare si mohabet. Jo, unë e hap sepse do jam i diskutu këtë gjë prandaj e hap. Giselda ka një kundërshigje. Po, do jam i diskutu këtu edhe prandaj e diskutova. Sapo diskutuam me Giseldën, jo. Po, edhe jam të diskutu këtu që te Giselda këtu prandaj. Nuk na jep një emër një gjë. Nëse Giselda e ka bërë, nuk flas për njerëz që nuk janë të pranishëm këtu prandaj. Nëse Giselda e ka bërë atë gjë, patjetër që është shumë turp dhe është një nivel shumë i ulët, nuk duhet të përfaqësoj. Patjetër, atëherë mendoj që edhe nëse Giselda po them nëse ti e ke bërë këtë gjë, nëse ti e ke thënë këtë fjalë, është shumë turp se një femër nuk mund absolutisht të flas me këtë fjalor. Nëse ta mbaroj dhe unë të lutem, ta mbaroj dhe unë. Jo, po të normalizon. Nuk po e normalizoj, po them nëse është e vërtet, nuk po them është e vërtet. Unë nëse e them, kërkoj ndjesë edhe i them, Elmelisa, e kam thënë kërkoj ndjesë. Kam aq karakter sa të vi edhe ti them, Elmelisa, po unë e kam thënë dhe kërkoj ndjesë. Do i lutesh Elmelisës të mos ndërpres, sepse jam me 40 temperaturë edhe kjo është arsyeja pse unë nuk jam pranë të shkuara fillimisht dhe çfarë ta agravon më shumë në gjithë këtë gjë që sapo ndodhi? Kjo gjë që ndodhi tani ishte jo skandaloze, po ishte super skandaloze. Sepse nuk është thënë nga ti apo sepse doli në shesh, le të themi. Jo, nuk është thënë në mënyrë kategorike për mua. Unë herë pas. Jam shumë revoltuar, edhe Elmelisa të kujtohet, dhe t'ja rikujtoj edhe unë që këtu nuk është e kafja lagjës dhe po bën diskutim me shoqet e veta që shiko Giselda më ka thënë këtë lloj llafi, po kjo gjë do dalë televizor e do thot aty Giselda e ka quajtur Elmelisën kështu. Po mirë, ne po mundohemi këtu që të jemi të sinqerta, që të flasim me respekt, që patjetër opinionistat të japin mendimin e vet dhe të respektohet në atë që thot kur e thot. Patjetër mund ta mbarosh, por të lutem në një linjë që të gjitha të dëgjohemi edhe të merremi vesh. Po, dhe dua t'i them Elmelisës që kjo që bëri ishte jo e ulët, po super e ulët. Sepse nëse asaj do i kishte djeg në thonjza fjala ime ose do i kisha ofenduar sepse është një fjalë shumë e mirë, ti e di që nuk ja ke thënë apo. Of course që atëherë qëndrojmë te ajo që ka qenë një bie një fjalë i rem i thënë Elmelisa.
Elmelisa po nxjerr veten e saj keq në këtë rast, sepse si në rastin e Zenes që e kam thënë që bravo i qoftë që për atë koment që bëra unë, që si ishte fare ofendues, erdhi dhe më tha, dëgjoj, mu s'pëlqeu fare si e the. Elmelisës unë i kam thënë një fjalë, kam thënë një fjalë shumë të rëndë, dhe Elmelisa zgjodhi patjetër të jetë e ftuar te Shot Clubi që ta thotë këtë gjë dhe të bëhet pra pak protagoniste me mendjen e saj. Po mirë, mendoj që do ishte pak më e drejtë edhe fair për gjithë që javën tjetër ti jesh këtu midis nesh, bashkë me Elmelisën, Nencin po ashtu. Kështu që mendoj që do edhe Sindin patjetër. Mund të shtoni diçka të fundit, lutem? Do rikthehemi përsëri patjetër te pjesa tjetër për të folur për më shumë edhe për zhvillimet e tjera, edhe për të komentuar patjetër më fuqishëm. Kështu që shkojmë në një shkëputje të vogël publicitare dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi dhe ridëgjohemi. Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Rikthehemi përsëri këtu me vajzat dhe do kemi në një lidhje direkte dhe Gjonildën. Përshëndetje Gjonilda. Përshëndetje. Si mirë, faleminderit. Ti përsëri sot nuk mundet na bashkohesh këtu në studio dhe ti kishim ato debatet pak më direkte se çdo i kemi tani, po ishte një moment në fakt nga episodi i fundit që ti bëri dhe mua përshtypje patjetër kritika që ti ke pasur ndaj Ronelës, duke e quajtur edhe një dum-dum i prishur. Pse ke qenë aq ashpër? Po, unë e kisha ma shumë për si lojë ose si shaka, kurse Ronele si kam kërkua dhe njësë në asaj projekt. I ka kërkuar faljet. Pra e keni zgjidhur në atë gjë. Na mendon që në të ardhmen ama do duhej që deri diku të zgjidhit mënyrat se si ju shpreheni me njëra tjetrën edhe për të mos u prekur në diçka më të thellë dhe më personale? Po, unë jam e kam menu shumë gjatë këtë gjë, jam një edhe shumë keq. I kam kërkuar edhe falje, edhe momentin që është e sinqert patjetër që edhe vlerësohet. Në fakt edhe patjetër doja t'i bëja një koment Gjonidës për pjesën e asaj komentit dum-dum i prishur. Nuk mendoj se ke nevojë të thuash Ronelës më fal, sepse në fund të ditës ne jemi një garë, ta kam thënë edhe një herë në backstage. Patjetër, po fjalët e përdorura mendoj që shiko, po të ma kishte drejtuar mua në këtë rast, do e kisha marrë si një kritik, edhe më parë po e cekrim që kritika duhet i marrim pak edhe për mirë, sepse Ronela nuk është se kritikë konstruktive patjetër, por mendoj që për fjalët që janë thënë midis Gjonildës dhe Ronelës, ne njohim tipin e Gjonildës, derisa kemi pa deri tani, edhe ti mund t'ia pranoje dikush tjetër. Është një formë shakaje. Në fakt duhet kalojmë pak edhe te pjesa e Nikos dhe Gjonildës, por pak më parë do doja të ngelesha te opinioni që Ida ka për ndarë me ne në fakt edhe me këtë historinë midis Gjonildës dhe Ronelës dhe fjalës e thënë një dum-dum i prishur. Unë vazhdoj të jem kundra një fjalori me zhargone të ulta, me zhargone kafeje, nuk më duket normale ky lloj komunikimi, sidomos midis gocave që supozohet të jenë modele, dhe modele nuk do të thotë vetëm një krijesë e bukur, një manikinë e bukur. Modeli do thotë një njerëz që flet bukur, një vajzë që është fisnike, një vajzë që është fine, një vajzë që është elegante, një vajzë që di të komunikojë, i respekton të tjerët, pret respekt nga të tjerët, i vlerëson të tjerët. Po dhe kritikat t'i jap me fjalë të zgjedhura, jo me fjalë të tipit dum. Nuk e ka të drejtën askush që të shajë dhe të ofendojë dikë tjetër. Nëse ti e ke një kritik për t'ja dhënë, zgjidh fjalët e duhura, mënyrën e duhur për t'ja thënë. Nuk duhet që nëse s'bën të kalojmë në ofendime.
Unë t'jap shumë drejt, po ishte një formë shakaje, po mandajna unë e kam kuptu se kam bo gabim, ale i kam kërku ale njës. Jo, jam shumë nuk kam asgjë për të komunikuar, për aq kohë sa Gjonilda ka zgjedhur t'i kërkojë ndjesë dhe ndjesa është pranuar. Plus kur vetë Ronela ka qeshur me komente, nuk besoj se ka ndonjë problem. Është mënyra e të shprehur që ne patjetër duhet ta cekim dhe ta flasim, por që jeni modele, jeni. Në fakt ka ndodhur diçka tjetër. Ronela me sa dëgjova, se unë nuk e ndjek në Instagram, por për komentin që i kishte bërë Gjonilda, i kishte kthyer një përgjigje kundër përgjigje Gjonildës në fakt, dhe nuk dukej fare ajo përgjigje. Por në fakt nuk kam informacion, por patjetër do na duhet ta shikonim dhe ta. Po, nuk dukej fare sigurisht diçka që e kishte pranuar. Ishte edhe një story duke ju kundër përgjigjur. Çfarë eksaktësisht, ose mendoj që ndoshta nëse ka qenë një shkrim i gjatë, nuk e unë kam shkruar jo. Ju lutem Gjonilda, keni pse me bë sa që theme në për televizione, sa me hallboj. Patjetër që jo, por duke qenë që ti je pjesë e Shizon Topit dhe ne këtu jemi në Shizon Top Club, patjetër që ditë që ndodhi në Shizon Top, ne do duhet t'i flasim edhe ti qoftë sqarojmë konfliktet apo qoftë shohim se ku qëndroni ju. Dhe nuk jam fat që theme Gjonilda, thjesht ti the që ajo e ka pranuar faljen dhe në story duke i ashiqari që nuk e kishte pranuar faljen. Thjesht doja ta shpjegoja. Të më falësh pak çfarë ishte në story, me çfarë nuk e di pikërisht, por ishte një kundërpërgjigje, domethënë si që dhe Gjonilda duhet ishte perfekte për ta bërë saktësisht çfarë ishte, po thjesht nuk ishte e kënaqur me atë që ka Gjonilda dhe po i kundërpërgjigjej. Dhe kjo është mbas faljes. Tani, mos të flasim për gjëra që nuk i dim ne me saktësi, se nuk e dim unë të paktën as gocat nuk e din saktësisht se çfarë ka shkruar në story dhe nuk mund të hamendësojmë se çfarë ka shkruar Ronela në story dhe ndoshta ka shkruar në fund të gjës, ka pas ndonjë ironi, nuk dua që të hamendësojmë. Për aq kohë sa Gjonilda thotë që unë e kam sqaruar këtë gjë me Ronelën, le ta lë me aq. Nuk mendoj që duhet ta zgjasim si temë, si diskutim. Se nuk më duket se nuk është as Ronela këtu që të mbrojë veten e saj dhe nuk dim as se çfarë ka shkruar saktësisht Ronela. Por ta kesh si kritik Gjonilda herë tjetër, mundohu që edhe gjërat negative në thonjza që do t'ja thuash dikujt apo kritikat, të zgjedhësh fjalët e duhura, se jeni të gjitha goca dhe mund të prekësh edhe pa dashje dikë. Po, unë t'jap shumë drejt ty, ishte diça si shaka, nuk e pritësha se unë e kisha me lënu atë shumë. Unë i kam sqaruar planat me Ronelën, po në fundit jam njerëzore, edhe falja njerëzore është. Patjetër. Gabimet janë njerëzore, falja është hynore. Unë asnjë voice sa është mrena nuk e kam ofendu ose e kam ujë. Mirë, kjo varet pak pastaj edhe nga personi që ke përballë dhe e merr si ofendim dhe ulje personi që ti ke përballë dhe nëse konotacioni nuk ka qenë i tillë por fjala po, por që kalojmë nga fjalët e thëna nga ti për fjalët që thuhen për ty ose për të qenë më eksakte dhe më tamam për opinionin e juris. Ngelemi pak në fakt e komentet dhe përplasjet që ti ke pasur me Niko Komanin dhe është cituar që ti nuk e meriton të jesh këtu, ke ardhur shumë herë me ngjyrën roz, më duket ka qenë diku te herë e tretë që ti ke zgjedhur të kesh një fustan me ngjyrën roz dhe do doja të dija pak se si e ndjer në ato momente dhe se si ka ndikuar për mira apo për keq ty kjo gjëja, se patjetër është kritik. Atëherë, pse kam ardhur deri këtu dihet se unë nuk kam ardhur kot. Patjetër që jo kot. Dikush më ka pa se unë bëj për këtë gjë si jam. Edhe unë pra ti mendon që e meriton që ti jesh. Kurse ngjyra roz nuk ka ngjyra jame, unë e kam alla seksu, ngjyra jame është e zeza, si jam versa. Kështu që rreziku ishte normal, por mendon që po gjykohesh për diçka më ekstra se vajzat e tjera në bazë të stilit të Nikol më fal tek ngjyra roz. Ti po thua që kam rrezikuar. E kuptoj herën e parë që mund të rrezikosh. Hajt ta falim dhe herën e dytë, po të rrezikosh për herë të tretë nuk më duket dash rrezik, ndërkohë që sponsori ju ka thënë që ju mund të zgjidhni cilin fustan të doni, çfarë ngjyre të doni. Ti pse zgjedh pikërisht të rrezikosh kaq shumë me ngjyrën roz? Kë do të vësh në rrezik? Sponsori
na ka thonë me zgjallë, por ja kam lënë 2 vajzave si ishin sponsorit. Ata kishin dëshirë shumë të molle për me ma zgjallë I fustan, edhe kishin dy. Po ti ke rrezikuar ata duke të zgjedhur ty fustanin roz apo ke rrezikuar ti duke e veshur për herë të tretë? Nuk e kuptova. A kanë rrezikuar personat të cilët ti ja u ke lënë në dorë për të zgjedhur fustanin roz apo ke rrezikuar ti duke e veshur për herë të tretë ngjyrën roz? Dy vajzave të stafit si ishin sponsorit në dorë për me zgjallë fustanin. Rrezikova shumë për nuk ta pranoj dot. Nuk ta pranoj dot se ti e di që në 2 puntata të kaluara ke veshur fustan me ngjyrë roz. Në momentin që 2 vajza të thonë që ti do ta veshësh prap fustanin roz, ti ke të drejtën tënde të fjalës të thuash që nuk e dua më roz se e kam veshur 2 herë të tjera. Ju lutem. Si du thonë se unë jam të e bo Kastilo, unë jam të e bo për vëmanja e ki shumë gabim. Jo, nuk po them asgjë, unë po të pyes. Ti, pse nuk zgjodhe, pse nuk i the vajzave që vajza unë kam veshur 2 herë fustan roz, këtë herë do doja të vishe fustan të zi, fustan të kuq, blu. Unë mendoj që Gjunida ka rrezikuar për fustanin roz, por nuk ka rrezikuar për të parë fustane të tjera. A e ke menduar se thjesht ka filluar të pëlqejë ngjyra roz Gjonildës? A e ke menduar në fakt ndonjëherë se edhe publiku mund të ketë të njëjtin perceptim si Niko apo nuk është që je marrë shumë me materialikës nga që është lidhje nga opinioni I dhënë nga Niko te ti, patjetër, qoftë për fustanin, qoftë për meritë për të qenë aty. A ke menduar ndonjëherë se edhe publiku ndan të njëjtin opinion me të apo je përmbajtur aty? Që përmjërit alle jam përmajt, se normale, se Niko ja një në respektat e mi ma të përrum, alle normale. Ordra? Është një nga stilistat e saj më të preferuar. Patjetër, përtej saj për pjesën se si mund të jetë përcjell edhe në publik. A keni pasur në fakt edhe mundësi që ti ta sqaroje këtë gjë në prapasken me të apo situatën e ndodhur referohem? A e keni pasur mundësinë që ta sqaronit dhe në prapasken situatën e ndodhur apo jo? Jo, në prapasken nuk ka se unë komunikaj me Jorin apo kam një kontakt drejt për drejt. Do kishe diçka për t'i thënë Nikos këtu tani. Mune me sqarus shumë mirë, edhe mune me I dalë zatë shumë mirë për gjënit e mija. Patjetër, para se të largohemi për një tjetër shkëputje publicitare, pyetja ime fundit do t'i ishte që do kishe diçka për t'i thënë Nikos nga këtu, nga kjo studio, atëherë meqense në prapasken nuk e ke pasur mundësinë apo nuk e dashur ta bësh. Unë Niko si thamë, derisa kam arrit deri këtu, normale se kam diçka shumë veçantë. Dhe unë e di se duhet punë, se nuk jam profesioniste modele, se po tisha nuk kisha me kenë shizon top. Kështu që Qa ngjyre do e veshësh fustanin herës tjetër? Për mua gjitha, kështu që Qa ngjyre do e veshësh fustanin herës tjetër? Për shumë qartë. Kuqezi. Do ma thuash çfarë ngjyre do e veshësh fustanin? A mund të bëj vetëm herës tjetër? Një moment, lutem. Gjonilda më dëgjon? Po më thuj. Qa ngjyre do e veshësh fustanin herës tjetër? Herës tjetër, sa mund të kem për zgjallje, por po ta kesh ti zgjedhjen, çfarë ngjyre do zgjidhja? Nuk do rrezikosh, domethënë më. E për të Flavia. E le rrezikosh. Po më pëlqen të janë ngjyra të mira. Çka Gjuninda? Një pyetje vjen nga Flavia tani. Rrezikove për ngjyrën roz, po a nuk mundet të rrezikoje që të shikoje një fustan tjetër sepse funditës ato lanë për të zgjedhur çfarë lloj ngjyre dhe çfarë lloj do fustani ti në. Okej. E tha. Atëherë, dhe një sekond. Apo e bëre thjesht për pjesën për të përfolur akoma dhe më shumë. Po mirë. Kam edhe unë një pyetje vetëm të shkurtër që se mund ta bëj. I rikthehemi patjetër në pjesën e radhës. Gjonilda, shumë faleminderit që ishe këtu. Shumë faleminderit edhe ju. Ne kthehemi përsëri, ne do duhet shkëputemi në një
shkëputje të vogël publicitare dhe të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10 në She's on Top Club. Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100 FM dhe në digital në kanalin 10. Ne kemi pasur shumë debate, kemi pasur shumë sfida, por kemi spikaqur dhe një moment shumë emocional, i cili na është dhuruar nga Desanka. Përshëndetje Desanka, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ti në fakt na ke treguar se arsyeja pse ti je këtu në She's on Top është dëshira e gjyshes tënde për të parë në televizion. Si e ndjen në fakt, pasi e ke treguar historinë, cilat janë ato emocionet që ti i mbart akoma? Janë shumë emocione për shkak se normalisht me njerëzit e zemrës ne nuk ngopemi kurrë dhe kur ato largohen nga jeta thjesht ndihemi shumë bosh edhe thjesht duhet të mësohemi me atë gjë. A ke marrë komente më pas nga familja dhe nga miqësia që të kanë ngrohur akoma më shumë? Po, dhe mami vazhdon akoma të shikojë pjesën e historisë. Edhe a ka qenë fakt ajo lidhja me gjyshen mbështetja më e madhe që ti ke pasur deri më tani? Po, ka qenë mbështetja edhe që mendoj që vazhdon patjetër në zemër. Po, dhe kam bërë një tatuazh për atë dhe kam shkruar një shprehje që më ka ndjekur gjithë jetën time që për herë më thonte Luku nonës. Edhe mbaj me vete. Të personalizuar. Na vyt na çaj. Nuk kemi ardhur të çajm këtu. Nuk kemi ardhur të çajm. Ne kemi shumë emocionale, më shumë. Me këtë dedikim të bukur patjetër që ti ke bërë gjyshes. Patjetër pa dashur të bëj emocionale në asnjë lloj momenti dhe është komplet në dëshirën tënde, nëse ti përgjigjesh apo jo, nëse do ishte këtu midis nesh, ose nëse ti thjesht do doje ti thoje diçka asaj tani nga zemra jote, çfarë do ishte? Thjesht do i thoja që e dua shumë. Oj. Edhe ne duam shumë, edhe ne duam ty shumë. Dhe ka qenë shumë histori të tilla që mund të na ndodhin të gjithëve, po e veçanta është se janë histori të treguara shumë thjesht, shumë bukur dhe marrin shumë vlerë emocionale, se ndonjëherë ka drama shumë të rënda, që janë vërtet të rënda për t'i dëgjuar, po nga ngarkesa emocionale që marrin, ndoshta bëhen shumë të padurueshme për të mbajtur mendjen aty, se do qaj dhe unë tani e lëm fare. Na duhen disa sekonda. Ja. Oj. Ama se kjo është edhe bukur edhe kurçan. Ama vetëm shifja një pak se sa të bukur i dalë. E di që përqaj bëjmë atë saj do e kesh një të përqaj dhe që këtu. Mos qaj, të lutem, mos qaj. Nuk ka dashuri më të madhe se dashuria për gjyshërit dhe e gjyshërve për një prind të mbesat. Mendoj që është dashuria më e pastër, më sublime. Me çiltër. Dhe realisht Desi mendoj që e tregovi në mënyrën më të bukur se tha dhe shprehjen që sot brezi sot nuk po rriten me atë dashurinë e gjyshave. Po pikërisht edhe mesazhi do Adila, cili ka qenë mesazh që ti ke dashur kaq bukur ta përcjellësh me historinë tënde? Se shumë fëmijë sot po rriten sa në çerdhe, në kopshte dhe nuk e kanë atë ngrohtësinë e gjyshërve, domethënë gatimet që gatuajnë gjyshet me dashurinë, fjalët për kujtesja. Ata edhe vetë thon mjalti, kështu që është fat i madh të rritesh me ta. Vërtet. Është shumë fat. Që më shumë dashurinë them e merr nga gjyshrit se sa. Po se mami dhe babi janë më strikt kurse gjyshërit janë ata që gjithmonë ta plotësojnë atë që ta plotëson mami dhe babi. A ka qenë fakt edhe ndonjë nga vajzat që historia juaj ju ka ndërlidhur më shumë, ju ka bërë të krijoni një dinamik më të afërt me njëra tjetrën, të paktën nga ajo natë, po edhe në përgjithësi? Besoj ka qenë e Kejsianës, sepse asaj të i kishte ndruar gjyshi 1 muaj përpara, kështu që ishim të afërt apo edhe me goca, domethënë që më kanë ditur afër, i falenderoj qoftë. Mes emocionesh, mendoj që do na duhej edhe një shkëputje vogël publicitare dhe do rikthehemi përsëri në kanalin 10 në digital edhe në 100 FM në Top Albania Radio. Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të fundit në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Patjetër jemi akoma me opinionistën tonë dashur me Idën dhe në studio na bashkohet dhe Visiana dhe Anisa. Përshëndetje vajza, si jeni? Përshëndetje. Mirë se erdhët, mirë faleminderit. Vajza, ju jeni 2 të eliminuarat e kësaj jave, e këtij episodi. Si po ndjeni, si e keni pritur eliminimin?
Unë për veten nuk është se e prisja shumë, se kishte goca tjera që mund të dilnin përpara nesh. Të cilat janë? Të cilat janë, unë i kam thënë edhe në brapaskena, Rigersa dhe Megi, po që ka dhe shumë të tjera që mund të dilnin. Po nëse nuk do ishte Rigersa dhe Megi, kush do ishte? Në opinionin tënd, në krahasim për këtë episod. Për mendimin tim do ishte ose Lediona ose Fejdola, se nuk është se ka ndonjë ecje shumë të mirë. Lediona s'ka ecje të mirë. Tani unë ashtu e kam parë, opinioni im ky është, ajo nuk ka ecje të mirë, ose thjesht nuk përcjell atë emocionin që duhet. As nuk është ai shumë aktive Lediona. Edhe nuk është se është psikator. Okej. Atëherë unë njësoj si te spektakli janë shumë okej, nuk është se e mora shumë as tepër personale, as që të mërzitesha, një garë në fund të ditës. Po, është një garë dhe normalisht që një ditë do nominohesha. A i more më të mirë ndërm tani? Po, patjetër. E kam shijuar shumë si eksperiencë edhe realisht jam kënaqur shumë, edhe me vajzat që kam njohur, po siç e thash edhe në spektakël, patjetër që ka edhe gocat e tjera që nuk është se nuk jam për atë program. Me cilat emra do shkoje ti nëse do duhet Me Ledionën jam me të njëjtin mendim si Visiana, nuk mendoj që ka dhënë aq shumë për programin. Nuk është ai shumë aktive. Më pëlqen si hynte ato vajzat që ju ka zgënjur në rezultatet që ajo po nuk është aktive. Lediona nuk është aktive në të folur, por në shooting edhe në ecje ajo është shumë e mirë. Po zemër, po këtu duhet të jesh gjithëpërfshirëse. Po mirë, nëse ju do shkoni me disa vajza që që po ju surprizojnë më shumë, që janë më shumë surprizuese dhe për disa vajza që po ju zgënjejnë më shumë, cilat do ishin ato? E para njëherë që po surprizon edhe unë e dija që në fillim është Suhi. E para njëherë ka një fytyrë shumë të bukur dhe në sfilat është shumë e mirë, edhe ditë të eci me gjitha llojet e fustanet që mund t'i bien. Ndërsa që po më zgënjejnë, siç e thash edhe më përpara, është Megi, edhe nëse zëm edhe foton e fundit, ajo e përsëriti 2 herë për shembull foton te photoshooting, kurse Su e ka bër 1 herë, po e ka bër yll, edhe nuk u komentua. U komentua Megi. Duhet ishte edhe po, duhet ishte, po, se Su i ka ndjetur 2 orë duke bërë me sprayt ato rrobat edhe ka dalë shumë bukur, ndërsa Megi ka bërë 2 herë photoshooting edhe u komentua. Ti mund të rish edhe 5 orë për të bërë diçka, po thjesht ishte shumë kreative. Aty vlerësohet kreativiteti. Visiana nuk po thot që unë duhet ta fitoja para Megit. Ajo po thot që ajo po, edhe unë nuk kam çuar zërin, se prandaj nuk kam folas në studio, nuk kam çu zërin të them që shiko pse nuk ma vlerësuat mua foton për kreativitetin. Visiana po thot në krahasim me mua, sepse më cilësoj Megin si një konkurrente që duhet të ikte dhe unë si një konkurrente që po kam potencial, sepse Megi e ka bërë foton 2 herë. Edhe këtë po thot, nuk është se edhe mu pëlqen shumë foto e Megit, realisht Visiana po thot që pse të komentohet në momentin që ajo është shkrepur 2 herë si foto, ndërkohë që ne të tjera të shkrepim vetëm 1 herë, pavarësisht se nuk komentua, se mu personalisht më pëlqeu shumë ajo foto e ime edhe pse nuk e komentua. Po për ty Visiana në fakt se është komentuar te fotoja jote dhe një koment pak i ashpër nga Niko. Po, për te shooting që ju keni pasur. Po, unë pranoj nuk ishte një nga fotot e mia më të mira. Po. Por që un kam pasur një foto që kam dalë duke qeshur dhe fotografi më ka thënë mos dil duke qeshur, po dil kështu dhe kur kam parë foton time që kisha dalë Okej. Po mirë, kjo lidhet edhe pak me pozitivitetin, nëse ti ke cituar diçka që kur ke dalë një postim me çfarë di unë, që të paktën të ngelen vajzat më pozitive aty brenda. Kush janë negativet atëherë? Negative ka disa, po një nga negativet më të mëdha aty, siç është dukur edhe në ekran, është Giselda. Okej. Tani ajo negative në çfarë aspekti? Me ju vajzat apo në përgjithësi energjia e saj? Jo, më shumë me ne gocat, se tani ne nuk e njohim gocat jashtë programit, po brenda atë ndjesi ka dhënë, edhe te gocat vetëm zihet edhe në program. Domethënë ka pjesë që mund të jetë shumë e mirë, po më të shumtat ka treguar pjesën e saj negative. Mirë, kush po mendoni po? Mendoj që varet edhe çfarë lloj marrëdhënie arrin që të krijosh me njerëzit. Unë nuk mendoj që asnjëra nga gocat nuk më është dukur negative, të paktën me aq kohë sa kam shpenzuar. Edhe për Giseldën unë nuk kam pas kur asnjë lloj debati, kam shkuar shumë mirë me
gjitha gocat aty, domethënë aq kohë sa kemi kaluar. Kështu që varet nëse ti dikujt i jep shkak që të jetë negative me ty, patjetër që do të tregojë janë pak më të keqe vetes. Në ato dinamikat që ti ke pasur, duke qenë që të gjitha kanë një nga gocat që nuk e ke kundërshtuar. Anisa ka qenë një nga gocat. Duke qenë që ti e ke pasur mirë në fakt me gjitha vajzat dhe siç po edhe po e cek që kanë qenë pozitive. Kush mendon që në lidhje me vajzat e tjera është ndryshe para dhe mbrapa kamerave? Tani, para kamerave, gati gjitha janë ndryshe, se sa sillen... Edhe në lidhje me ty duke qenë që pozitiviteti ka qenë më i theksuar. Unë personalisht jam munduar që të kem marrëdhënie të mirë me gjitha gocat. Edhe pse mund të kem pas gjëra që nuk kam qenë dakord, nuk jam futur në debate që mua nuk më takonte, sepse nuk kisha pse. Për shembull, te debati që kishte Flavia me Zeinën edhe me Giseldën, ndjeja shumë mirë që të futesha, po nuk kisha arsye dhe zgjodha që të isha okay. Edhe zgjodha që të dalësh. Po, s'ka problem se del. Audienca ime rritet, dal. Po, patjetër do kalojmë edhe te audienca do kisha vetëm një pyetje për të dy gocat. That pak më parë që disa goca nuk janë aq mira dhe meritonin që dinin më para. A mendon që Juria i mban pak me hatër dhe cilat janë ato vajza sipas jush që Juria i mban pak me hatër ose eksaktësisht i kemi fut ne me mik? E kisha pyetën për ty eksaktësisht. Po unë e thash edhe më përpara që duke qenë se ka pasur goca që duhet të dilnin para meje dhe si se thash. Pa mendon që është hatër se me qenë se Flavia po e citon pyetjen të tillë që është me hatër apo ka mik, gjë që nuk është, por patjetër. Në qoftë se një gocë ecën domethënë jo keq në sfilat, por nuk e bën sfilatën siç duhet mirë, se gocat tjera për shembull mund ta bëjnë më mirë. Një gocë që nuk komentohet në asnjë sfidë, që komentohet vetëm një herë në photoshooting, për të cilën kjo gocë është Megi, domethënë unë mendoj që po mbahet me hatër. Se duke dal goca të tjera përpara që mund të jenë komentuar në photoshooting, mund të jenë komentuar në sfilat, mund të jenë është komentuar edhe John Hilda është komentuar shumë. Pse keni frikë ta komentoni John Hildën? Jo, nuk kam frikë, unë kam dhënë opinionin tim për John Hildën. Jo, e keni frikë për ta komentuar. Po tani në momentin që thua, në ndër gjithë gjërat që ja thën, patjetër soi ta kalojmë edhe ti direkt. Në backstage, unë duke jemi para kamerave dhe ti duhet të flasësh. Në gjithë këto gjëra që janë thënë, është cituar madje që edhe ndoshta ke zhvilluar situata të tilla për të bërë më pak virale se që mund të ishe bërë. A qëndron kjo? Si ishte? A qëndron që janë disa fjalë patjetër qoftë në backstage apo qoftë të thëna nga vajzat që mund të jenë që i ke thënë ti fjalë ndoshta ose histori të trilluara për të bërë më virale? Po. Pra e ke bërë. Këtë mendime kishte edhe Niko dhe unë thash po këtë mendim mendoj dhe unë, se një gjë që ishte për ty po referohem. Jo, për mua jo. Unë s'kam dhënë ndonjëherë film, ndonjë që kush e di. Shko, unë në fakt në shizën tu pjesën ishte dashurit. Ishte dashurit po. Në përgjithësi duke qenë që unë nuk mund të vendos të çfarë ke thënë të vërtet apo çfarë ke thënë jo të vërtet, jam duke të pyetur që në çfarë histori ti ke treguar dhe ke ndarë aty. A kanë qenë të trilluara për viralitet apo kanë qëndruar? Pjesa e dashurit ka pasjen një fazë që unë duhet të vazhdoja atë gjën që bëra tek sfida. Domethënë unë duhet të vazhdoja pjesën e ishte dashurit. Edhe tani ka qenë pjesë sfide, pra nuk ka qenë një trillim për të bërë. Ajo pjesa e dytë që unë duhet të shpjegoja, po ishte një trillim. Edhe këtë do e dinte gjithë se unë kam fol aty duke qeshur e duke bërë me duar e me këmbë. Ama duke qenë pjesë e sfidës. Po, duke qenë pjesë e sfidës, ajo ishte botë show po si heci. Sepse kjo gjë në fakt nuk është ditur nga produksioni. Shumë si video. Sepse atë kanë marrë shumë. Sepse kjo gjë shumë si video dhe të bësh show janë dy gjëra të ndryshme. Atëherë, sepse kjo gjë nuk është ditur nga produksioni dhe duke gjënë e tillë, ju lutem. Më fal. Faleminderit. Duke qenë që kjo gjë edhe nuk është ditur nga produksioni, prandaj jam duke të pyetur më specifikisht nëse ka qenë e trilluar apo jo, duke qenë që nuk është kuptuar, qoftë nga produksioni apo qoftë nga publiku. Ka qenë një 50-50. Domethënë ka qenë duke anuar më shumë se 50% i makinës është i vërtet. Domethënë 50% trillim. Po, mendoj që cila është pjesa e vërtetë atëre? Meqense që ka një gjysmë e vërtet, na thuaj gjysmën e vërtet. Gjysma e vërtetë është që po unë kam parë ishin tim me një gocë tjetër në makinë. Okej. Po s'është më ka interesuar se unë s'do zihem me një çum për një gocë. Domethënë ka. Jo, nuk e kam. Në princip, patjetër. Në fakt
Ida me gjithë thot që sa po të gjuam. Mimikat e tuaj dëshiroj, patjetër dhe opinionin tënd, kështu që të lutem. Unë jam në botë tjetër në momentin që i dëgjoj këto gjëra, se më duken shumë absurde, se duhet të arrish të trillosh diçka për të marrë vëmendje, për të qenë e famshme. Shikoj, ne jemi në një program që secila domethënë do marrë atë që do nga ai program. Unë tek ai program hyra që ta kisha një trampolin për famë. Domethënë që mua kjo, do më ndihmonte, të lutem, ta mbyll pak, të lutem. Dhe mua kjo do më ndihmonte për të zhvilluar si rrjetet e mia sociale dhe si për të marrë dhe pak famë. Po, a nuk mendon ti që kjo është një gjë negative duke trilluar, duke gënjyer, duke thënë gjëra të pavërteta dhe njerëzit do mendojnë që kjo qen ka gënjeshtare? Ose nuk ka lidhje ajo, se trilli. Nuk mendon që do të kthehet në bumerang kjo gjë? Nuk e mendoj se atë videon njerëzit e kanë marrë dhe në disa video TikTok-u shifeshin që e kishin marrë për të qeshur. Shumë gjëra, unë nuk jam dakord për shumë gjëra, shumë budalliqe që bëhen vetëm për të marrë famë. Nuk jam dakord. Njeriu duhet jetë i vërtet, njeriu duhet jetë me këmbë në tokë, njeriu duhet bëj, domethënë nuk mund të dalësh ti tani, të gënjesh, të bësh gjëra që ty të nxjerrin nga vetja jote vetëm për të marrë famë. Unë nuk jam dakord fare me këtë. Brezi i ri e ka shumë, këtë e shoh edhe nëpër TikTok e nëpër rrjetet sociale, bëjnë çuditëra për të bërë të famshëm, për çfarë të shërben një lloj fame që ty ta prish imazhin. Këtë nuk e kuptoj, këtë nuk arrit ta kuptoj. Që të rënon dhe nuk të ngre. Në vend që të punosh, në vend që të lexosh diçka, në vend që të shohësh një film, në vend që të udhëtosh diku të shohësh një vend të ri, në vend që të mësosh diçka të re, ti duhet të dalësh tani të bësh budalliqe para kamerës, ti publikosh, të bëhet videoja virale dhe ti të quhesh i famshëm. Për çfarë të shërben kjo më vonë? Ky program kur njerëzit, të lutem ta mbaroj. Për çfarë të shërben kjo më vonë kur njerëzit ty do të gjykojnë gjithmonë si ajo vajza që ka thënë një gënjeshtër, si ajo vajza që ka bërë një gjë të papërshtatshme, si ajo vajza që ka bërë një gjë të pahishme. Ti do gjykohesh gjithmonë, se ajo mbetet aty. Rrjetet sociale janë aktive, në rrjetet sociale ajo kalon mbetet në Google. Kjo më shumë do prishi punë se sa do të rregulloj punë. Dhe ty nuk të duhet një lloj fame e tillë. Je shumë e vogël për të marrë një lloj fame të tillë. Dhe me këtë mesazh kaq të bukur, patjetër me një pyetje të fundit nga Sui për të ngelur dhe esenca kaq e bukur e mesazhit që Ida sapo na dha. Mesazhi është shumë i bukur realisht. Por a mendon që me këtë mesazh që dhe ne i bjen të kufizojmë pak veten edhe mos të eksperimentojmë me veten tonë se çfarë duhet të bëjmë ne, sepse i bjen që ne të fal 2 sekonda. I bjen që ne të rrim me opinionin e publikut, çfarë do të thonë që se unë e bëj këtë gjë edhe unë nuk do jem e lirshme unë si person, Visiana si person, Anisa ajo që fola unë nuk ka lidhje fare me publikun. Po pra, sepse ka ca njerëz që edhe në momentin që janë kritikuar për keq, pak vite më mbrapa i ka dalë për mirë. Jo gjithmonë duhet të jemi të mirë edhe sepse siç e çeki Visiana, këtu është për një show. Këtu duhet japin, kjo nuk ka ardhur për modele, këtu po mos gënjeni, bëni show, po mos gënjeni, mos trilloni. Qëndroni realisht, është Visiana vetë apo tjetra. Ka gënjur, këtë po desh, këtë jam të dashur. Ndoshta nuk është një gënjeshtër, por ndoshta është diçka e shtuar, një element i shtuar më shumë. Tani patjetër që është mungesë jemi në show dhe kjo gjë do ndodh. Kam punuar shumë me show dhe historia më ka treguar që gjërat gënjeshtra dalin shpejt në shesh dhe të kthehet bumerang komplet ajo që ti ke marrë. Faktikisht ajo nëse sot nuk do e kishte treguar që ishte një gënjeshtër, ti nuk do e merrje vesh kurrë dhe nuk do e komentoje. Pikërisht. Po pikërisht pra se e tha. Po pikërisht sepse u tha dhe pikërisht sepse u kuptua jemi këtu ku jemi. Unë po supozoj. Atëherë flas që për diçka që ajo tregoi. Asgjë personale me ty është zgjedhja jote. Mund ta vazhdoja akoma atë si gënjeshtër, por nuk është asnjë gjë as diçka e keqe, ajo ishte pjesë e show. Dua të kap më shumë fenomenin tim,
Edhe në momentin tim unë do e shfrytëzoja ashtu siç unë po e mendoja. Është në momentin tënd, patjetër. Në qoftë se ke gënjur aty, në qoftë se ke gënjur këtu, esenca del që një gënjeshtër në atë histori pikërisht. Nëse ti më gënje një herë, un kam të drejtën të dyshoj që ti mund të kesh gënjur edhe për gjëra të tjera. Sepse janë ka mendimin edhe njerëzit edhe pa gënjur. Kur them un, flas për publikun, nuk po flas për mua personalisht. Njerëzit edhe kur nuk kanë gënjur, tjerë publiku i ka thënë që ka gënjur, nuk janë të vërteta. Ka dalë më vonë. Çdo gënjeshtër ka dalë. Gënjeshtër të vërteta dalin. Ajo nuk ishte diçka një gënjeshtër që mund t'i prit. Ne do na duhej në fakt që sot shumë fatkeqësisht ta linim këtu. Ne do rikthehemi me risi të reja, me akoma më shumë pozitivitet, shpresojmë patjetër. Po edhe me ndonjë mosmarrveshje që siç e kemi kuptuar deri më tani nuk na ndahen patjetër Ida. Dua ta mbyll vetëm me diçka, punoni shumë për veten. Kam pas një shprehje që më ka pas pëlqyer shumë dikur dhe unë e kam si life motiv. Deri në moshën 40 vjeçare punon ti për emrin, mbas të 40-tave punon emri për ty. Punoni për emrin që të keni një emër të mirë, jo emër pis. Një duar trokitje. Shumë faleminderit. Faleminderit Ida, faleminderit Flavia, Anisa, Kristiana dhe Sui. Faleminderit që ishit këtu me ne. Të dashur miq, ne do rikthehemi javën tjetër përsëri me Shizon Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Deri javën tjetër, ju përqafojmë dhe puthim. Kalofshi mirë.